أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi sot, inshallah, në fillimin në një rubrike të re ose një playliste të re në kanalin tonë në YouTube Shtëpia e Dijes. Dhe kjo playlist, inshallah, do të përbëhet nga një seri debatesh midis intelektualëve të feve të ndryshme ose ideologjive të ndryshme ose edhe të njëjtave, por që diskutojnë mbi çështje të ndryshme me opinione të ndryshme me njëri tjetrin dhe me argumenta të ndryshme. Pra, këto njihen ndryshe si debate ose si dialogje publike ose si diskutime të hapura etj. Pra ka forma të ndryshme emërtimi. Më e zakonshme që njihen është si debate dhe ne kështu i kemi emërtuar dhe kështu do t'i listojmë tek playlista jonë. Kjo do të funksionojë në një mënyrë të ngjashme me playlistën e fundit që ne kemi hapur përpara kësaj, e cila ishte playlista e intervistave bashkëkohore. Pra nuk do të jetë një përkthim fjalë për fjalë, duke ruajtur në një tekst origjinal, sepse nuk është tekst i shkruar, por është, do të thënë, baza që ne po sjellim në shqip në këtë moment është një debat video ose audio i regjistruar në YouTube në një gjuhë tjetër, për shembull në anglisht, në arabisht ose në gjuhë të tjera, dhe që do ta sjellim në shqip, por do ta sjellim në formën e përmbledhjes. Pra përmbledhje me pika, e shkurtuar, ku përmenden gjërat kryesore që ndodhin dhe që fliten gjatë diskutimit. Në të njëjtën mënyrë siç kemi vepruar me intervistat bashkëkohore, që i kemi sjellë në formën e përmbledhjes dhe jo në formën e përkthimit të drejt për drejt. Po ashtu aty ku është e nevojshme, do t'japim edhe ndonjë koment nga ana jon për ndonjë pikë të caktuar ose për ndonjë çështje që ka nevojë për më shumë zgjerim dhe detajim. Dhe në këtë lloj forme shpresojmë që edhe kjo të jetë një rubrikë e suksesshme, ashtu siç kemi konstatuar që intervistat bashkëkohore kanë qenë më të suksesshme në krahasim me përkthimet e tjera, dhe kjo ishte një gjë që pritej, duke qenë se përkthimet e lëndëve që kemi nisur janë kryesisht të nevojshme për ata që janë në një nivel zakonisht më të thelluar njohurisht dhe më specifik brenda një fushë të caktuar. Pa humbur kohë, debati i parë që ne kemi marrë si referencë për të përmbledhur është debati midis një intelektuali musliman dhe një intelektuali ateist. Për sa i përket përfaqësuesit të islamit në rastin konkret quhet Hamza Zorxis, i cili është një mund ta quajmë student, por njëkohësisht edhe mësimdhënës, pra dhe ka studiuar për fen, po dhe jep mësim për fen, por edhe për filozofi dhe sociologjinë, domethënë e ka fushën e vet, dhe është aktiv në organizata që merren me davet, pra me thirrjen në islam në vendin ku ai jeton, që është Britania. Në dijenin time është i lindur dhe i rritur në Britani, por është me origjinë greke. Pra origjinën ai e konsideron gjë të rëndësishme dhe i vë theks asaj pavarësisht se nuk është lindur ose nuk është rritur në vendin nga i cili ka origjinën. Ndërsa në krahun e ateizmit kemi një profesor që quhet Lawrence Krauss, i cili në dijenin time është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta jo me origjinë, nuk e dim këtë gjë, por se është i thelluar në fushën e fizikës, po ashtu ka njohuri edhe nga fusha të ndryshme të tjera të shkencës, dhe në debatin që zhvillohet ndërmjet të dyve, ai mbron tezën e ateizmit, e cila i duket si më e sakta. Organizatorët të debatit në këtë rast janë muslimanët,
dhe ata domethënë e kanë përgatitur çdo gjë që ka pas nevojë për të realizuar ky diskutim dhe më pas e kanë publikuar diskutimin në YouTube. Diskutimi zhvillohet në anglisht dhe ne po e sjellim sot në shqip në mënyrë të përmbledhur. Pika e parë për sot thot: drejtuesi i debatit prezanton dy debatuesit dhe temën e debatit, e cila është Islami apo ateizmi. Pra kështu e kanë titulluar diskutimin dhe ka për qëllim që të ngacmoj, si të themi, intelektin e secilit person ose secilit individ nga publiku që ndjek nga afër ose nga larg, në mënyrë që të zhvilloj horizontin dhe të gjejë se kush është këndvështrimi më i drejtë për realitetin e jetës së kësaj bote. Pika numër 2 thot: ai shton se përgjigjet ndaj pyetjeve ekzistenciale që ka njeriu janë fokusi kryesor i këtij debati. Pra, çdo njeri ka disa pyetje ekzistenciale dhe ne këtë gjë kemi përmendur dhe në ligjërata të mëhershme, dhe këto debate që ne do të sjellim, shumica e tyre do të kenë të bëjnë me këtë temë, por dhe me tema të tjera përveç kësaj, por kjo është më e rëndësishme nga të gjitha për njeriu, për këtë arsye kësaj po i vëmë një rëndësi të veçantë. Dikush mund të thojë që nuk ka më interes tek publiku që të ndjeki domethënë debate që kanë të bëjnë me fen, për shembull, a është i drejtë Islami apo ateizmi apo krishterimi apo ndonjë fe tjetër, por e vërteta është që interesi është maksimal te publiku dhe ndjekshmëria është maksimale, dhe sikur të mos ishte, kjo prapë do të ngelej tema më e rëndësishme për të diskutuar për gjithë qenien njerëzore, sepse ka të bëjë me gjithë jetën e njeriu, mënyrën se si e jeton atë dhe se si e koncepton atë. Por faktikisht edhe interesi është shumë i lartë. Pika numër 3 thot: debati zhvillohet në Londër dhe organizohet nga muslimanët. I kërkoj falje ndërkohë shikuesve për cilësinë e zërit, sepse momentalisht nuk jam në formën më të mirë të mundshme shëndetësore, por është e nevojshme që të mos kemi shumë shkëputje midis postimeve të videove, që gjithsesi ta xhirojmë këtë video pa vonesë. Pra, debati zhvillohet në Londër dhe Londra, me çfarë un kam konstatuar, shquhet në kohën tonë për zhvillimin e diskutimeve publike midis njerëzve që kanë këndvështrime të ndryshme. Jo vetëm organizime të tilla si ky, por edhe organizime më spontane, mund të themi, siç është ajo e njohur si Speakers Corner, pra cepi i dialoguzëve ose i atyre që dëshirojnë të flasin me njëri tjetrin, ku zhvillohen dialogje të shkurtra publike në ambient të hapur, duke pas prezencë të njerëzve me opinione shumë të ndryshme, pra si të thuash aty ku takohen intelektet e ndryshme me njëra tjetrën. Dhe në këtë aspekt e vlerësojmë Londrën dhe në rastin konkret i vlerësojmë edhe pjesëmarrësit. Pika 4: ai shton se ka pyetur një herë një prift në lidhje me qëllimin e jetës dhe ai ka sugjeruar që të bëjë një shkollë teologjie, ndërsa prezantuesi fton shikuesit thjesht të ndjekin debatin me mendje të hapur dhe të gjykojnë në mënyrë të arsyeshme. Pika 5: po ashtu ai shton se ka qenë një besimtar ish katolik nga Irlanda para se të pranonte Islamin. Pika 6: ai gjithashtu i premton publikut që në përfundim të mbrëmjes secili do të jetë më i mirë informuar mbi këndvështrimin e Islamit dhe ateizmit për botën. Pra, drejtuesi i diskutimit është gjithashtu musliman, por para se të pranonte Islamin ka qenë katolik dhe është irlandez. Pra, irlandez që jeton në Britani. Dhe sipas ngjasave, prifti që ai ka pyetur duhet të ketë qenë katolik dhe i ka sugjeruar të bëjë një shkollë teologjie, pra për të thelluar në njohuri, por faktikisht pyetja ka qenë mbi diçka bazike. Dhe kur pyetja bëhet mbi diçka bazike, nuk supozohet të kesh nevojë të thellohesh për ta marrë përgjigjen. Përkundrazi, supozohet që përgjigja të vinë në moment nga dikush që është i thelluar në atë fushë. Kështu që nga ky aspekt dëshiron të tregoj prezantuesi që në fenë e tij të mëparshme ka ekzistuar një lloj dukurie që i ndërlikonin disa gjëra që kanë qenë të thjeshta. Nëse pyet një musliman që kush është qëllimi i jetës, musliman po themi thjesht xhamatli, jo hoxha apo dietar,
ai do të përgjigjet më njëherë qëllimi i jetës është ta adhurojmë Allahun. Gjë që është e drejtë për drejtë, e qartë edhe do të thënë pa asnjë lloj ndërlikimi, përmendet në Kur'an dhe dihet nga të gjithë fillestarët. Nga ata të përparuarit po dhe nga fillestarët. Kështu që kjo është një pyetje elementare. Nuk është se është një pyetje që ka nevojë për doktoratura apo për gjëra të tjera të vështira. Dhe kjo tregon për një lloj përparësie në vetvete të Islamit kundrejt feve dhe ideologjive të tjera të botës. Dhe nëse këtë e tregon në raport me krishtërimin, që është feja më e parafort me Islamin dhe më afër të vërtetës sipas këndvështrimit ton, atëherë do të thotë që për tjerat e tregon me akoma më shumë përparësi. Ndonse mundet që ato të mos kenë të njëjtin defekt, por mund të kenë defekte të tjera. Pika numër 7. Më pas ai prezanton formatin e debatit, që është 25 minuta për prezantimin e temës nga ana e secilit prej debatuesve. Më pas një kundërpërgjigje prej 10 minutash për secilin, më pas një tjetër prej 3 minutash, më pas debati drejt për drejt, më pas pyetje-përgjigje nga ana e publikut mbi temën dhe në fund 2 minuta për mbyllëse për secilin. Totali rreth 2 orë. Pra ka një afat kohor kur palët duhet ta lëshojnë sallën që kanë marrë për organizimin e evenimentit dhe përpiqen që t'i përmbahen këtij orari dhe t'i përmbahen këtyre rregullave. Pika numër 8, fjala ime, pra ashtu siç citoj ndonjëherë diçka që është jashtë diskutimit, tek intervistat bashkëkohore, të njëjtën gjë do të veproj edhe tek përkthimet dhe përmbledhjet e debateve. Debatet e kësaj natyre, me lejen e Allahut, dëshirojmë të organizojmë edhe ne në të ardhmen, në vendin ton dhe ndoshta edhe më gjerë në kuadër të projektit të librave. Pra këtë që veprojnë muslimanët zakonisht në Europë ose në Amerikë ose në vende të tjera, së bashku me intelektualët e feve të tjera dhe të fushave të ndryshme, këtë gjë dëshirojmë që ta bëjmë edhe ne inshallah, sepse është një ide shumë e mirë dhe është shumë e dobishme për publikun i cili mund të mos jetë thellësisht i informuar mbi secilën prej argumentave të palëve. Dhe argumentat nuk dalin asnjëherë në pa më së miri më shumë se sa në debat. Për këtë arsye dëshirojmë që edhe ne inshallah në të ardhmen të organizojmë evenime të tilla, qoftë në për salla konferencash, apo në për salla teatri, apo kudo që është e mundur që të organizohen evenimente të tilla, të ketë prezencë publiku nga të dyja palët ose edhe më gjerë, në njëherë si nuk kanë asnjërin prej këtyre këndvështrimeve, të ketë rregull akademik, të flitet me radhë, të flitet me argumenta, të mos ketë ofendime, të mos ketë provokime, pra të bëhet çdo gjë me norma. Gjë që shpesh herë zakonisht jemi mësuar që në realitetin shqiptar kjo gjë mungon. Ndërkohë që nuk duhet të mungojë, sepse është diçka e dobishme dhe shqiptarët ashtu si dhe popujt e tjerë duhet të garojnë për gjëra të dobishme. Këtë dëshirojmë ta organizojmë vetë në gjuhën shqipe, por ndoshta edhe më gjerë në të ardhmen, për shembull në anglisht apo në arabisht apo në gjuhë të tjera që fliten nëpër botë, sërish si pjesë e projektit të librave dhe do bie atjetë sa më e madhe që të jetë e mundur. Nuk e di se sa pranim do të ketë nga ana e intelektualëve që nuk janë të besimit ton në lidhje me këtë lloj iniciative, sepse tendenca që kam parë deri tani në lushnjë ka qenë që në shumë raste i shmangen diskutimit me ne, do të thënë qofshin edhe misionar ndonjëherë që marrin dhe rroga për këtë punë, por se i shmangen diskutimit me ne, sidomos nga se shikojnë që nuk kanë të bëjnë me njerëz të palexuar. Por megjithatë besoj që do të gjendet dikush në çdo rast, nga çdo fe, që do të ketë gatishmërinë për të marrë pjesë, domethënë, në evenimente të tilla. Ndërkaq, pika 9 thot, më pas i kërkon publikut ta ndjekë dialogun me qetësi dhe të mos e humbin kontrollin e emocioneve në asnjë moment. Pra kjo kuptohet që vlen si këshill për çdo kënd në raste të tilla. Më pas pika 10, prezanton Hamza Andreas Xorxis, Andreas është babai i Hamzës, si një studiues i mendimit islam nga Greqia, ndonse i rritur në Britani dhe kërkues për akademi fetare.
Pika 11. Hamza ngrihet për të filluar prezantimin e tij. Pika 12. E fillon me lavdërimin e Allahut dhe me përshëndetjen islame për gjithë publikun dhe pjesëmarrësit. Pika 13. Më pas thot që ndërmjet islamit dhe ateizmit, ajo që ai mendon se është më e arsyeshme dhe më në përputhje me logjikën është Islami, duke u bazuar në dy argumente të thjeshta. Pra, bazohet në dy argumenta për të mos e zgjatur diskutimin më shumë nga ajo që është e nevojshme në këtë rast, por jo se nuk ka argumente të tjera përtej këtyre. Pika 14, argumenti numër 1, Islami është më i arsyeshëm nga këndvështrimi i origjinës së universit. Pika 15, argumenti numër 2, Islami është më i arsyeshëm nga aspekti i ligjërimit të Kuranit. Pika 16. Fillon trajtimin e argumentit të parë, duke thënë se shumë njerëz të thjeshtë, shkencëtar, filozof e tjerë, e kanë kërkuar përgjigjen për origjinën e universit në histori. Dhe për këtë bijem dakord, kemi hasur sa të duash njerëz të kësaj natyre. Pika 17. Disa prej tyre kanë nxjerrë pretendimin se universi nuk ka fillim dhe se ka ekzistuar gjithnjë, pra që në pafillimsi. Pika 18. Mirë po ky pohim implikon faktin që universi duhet të ketë një të kaluar të pafundme. Dhe në dijenin time, deri para një shekulli parafërsisht, shumica e shkencëtarëve kanë pasur këtë lloj këndvështrimi. Më pas, kur ka hyrë në lojë dhe është bërë e përhapur gjërësisht teoria e Big Bangut, atëherë kanë filluar të ndryshojnë mendim shumica e shkencëtarëve në lidhje me këtë. Pika 18. Mirë po ky pohim implikon që universi ta ketë një të kaluar të pafundme. Mund ta shprehë ndryshe të ketë një numër të pafundëm ngjarjesh ose gjendjesh të shkuara. Pika 19. Ndërkaq na lind pyetja nëse mund të ekzistojë një sasi e pafundme e gjërave në realitetin fizik. Pika 20. Kjo gjë është logjikisht e pamundur sepse sjell absurditete, gjë të cilën edhe profesor Krauss e dëshmon në një prej librave të tij mbi origjinën e universit. Pra Hamza gjatë këtij debati e citon shpeshherë fjalën e profesorit, të cilën e ka lexuar si parapërgatitje, domethënë për këtë diskutim, në librin e tij The Universe from Nothing, nëse nuk e ngatroj titullin, pra universi nga asgjëja. Pika 21. Thot për shembull, nëse supozojmë që në këtë ambient janë prezent një pafundësi profesor Kraussash, dhe më pas heqim prej kësaj pafundësie 5, sa do të mbeten? Pika 22. Matematicianët mund të përgjigjen sërish infinit ose pafundësi. Pika 23. Logjicianët mund të përgjigjen infinit minus 5, pra një pafundësi minus 5. Pika 24. Megjithatë, në çdo rast na rezulton që numri profesor Kraussave edhe është pakësuar edhe nuk është pakësuar në të njëjtën kohë. Ndërkohë që kjo është absurde dhe nuk ndodh në realitetin ton sasior që na rrethon. Pra në realitetin fizik nuk ekziston pafundësia. Dhe ne kemi trajtuar këtë gjë më herët tek videot për bazat e fesë, të cilën nëse zgabojmë kemi titulluar Argumentat e Islamit, dhe kemi treguar që pafundësia nuk ekziston në universin real dhe nuk ka mundësi të ekzistojë sepse sjell absurditete, supozimi që mund të ekzistojë pafundësia. Pra në universin fizik sasior nuk ekziston pafundësia dhe ky është argumenti që Hamza po përpiqet të ngrejë dhe të mbështesë. Dhe ne e dimë që në realitet kur diçka i shton një gjë, ajo shtohet. Dhe kur diçka i heq një gjë, ajo paksohet. Ndërsa me prezencën, me supozimin e ekzistencës së pafundësisë, gjëja edhe shtohet dhe nuk shtohet në të njëjtën kohë, por edhe paksohet edhe nuk paksohet në të njëjtën kohë. Që është absurditet dhe kjo tregon që është e pamundur që të jetë e vërtet dhe kjo sjell njëra pas tjetrës rrjedhojat që të çojnë deri tek arsyetimi i Hamzës. Pika 25. Po ashtu thot vini re edhe këtë shembull. Nëse themi që ka një distancë të caktuar të matshme ndërmjet meje dhe profesorit, sërish mund të themi që ajo mund të ndahet në një pafundësi pjesësh.
Pika 26, megjithatë, unë jam i aftë ta përshkoj këtë distancë të përbërë prej kësaj pafundësie pjesësh dhe të arrij te vendi ku ndodhet profesori. Pra, nëse do të thoshim që pafundësia ekziston në realitet dhe është prezente te kjo distancë, atëherë s'do kishe mundësi asnjëherë të arrije në fund të kësaj pafundësie, sepse s'ka fund. Pika 26. Megjithatë, unë jam i aftë ta përshkoj këtë u përmend. Pika 27. Kjo vërteton atë që ka thënë filozofi i njohur grek Aristoteli. Pra përpiqet Hamza që të përmendi burime të cilat mund të jenë të përbashkëta ndërmjet tij dhe ndërmjet profesorit dhe publikut. Dhe thotë se pafundësia është e mundshme, por jo e realizuar konkretisht. Pika 28. Kjo na sjell te një argument deduktiv. Pika 29. Për ata që nuk e din, argument deduktiv quhet ai lloj argumenti që vjen si rezultat i një pohimi të vërtet të pranuar paraprakisht, që mund konsiderohet si aksion, pra kundërshtimi i së cilit është rrjedhimisht hedhje poshtë e vet realitetit. Për këtë arsye, kur ne dëshirojmë të vërtetojmë që Islami është fe e drejtë, arsyetimin e nisim nga ajo që shikohet, nga ajo që perceptohet me shqisa, nga ajo që është e drejtë për drejtë. Dhe më pas, me deduksion, arrim deri tek përfundimi që është shahadeti, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, nuk ka të adhuruar përveç Allahut, Muhamedi është i dërguari i tij, gjë të cilën e kemi zbërthyer tek videoja që përmendëm më herët. Më pas, pika 30. Konkretisht, pafundësia nuk manifestohet në realitetin fizik. Më pas, pafillimësia e universit nënkupton një pafundësi ngjarjesh ose gjendjesh të kaluara të tij. Më pas, rrjedhimisht kjo nuk mund të jetë reale. Më pas, rrjedhimisht universi ka një fillim. Pra ky është një arsyetim shumë i fortë, logjik dhe shumë i thjeshtë dhe shumë i drejtë për drejtë që mund ta kuptojë çdo kush. Që nuk ka nevojë të jesh as dietar, as shkencëtar për ta përfytyruar, për ta kuptuar, për ta zbërthyer dhe për t'ia transmetuar dhe dikujt, pra për ta formuluar. Më pas, pika 31. Po ashtu, ky arsyetim përforcohet edhe nga dëshmitë e shumë shkencëtarëve bashkohor, te të cilët bën pjesë edhe profesori, pra që universi ka një fillim, të cilit i kërkohet shpjegimi. Pra, si ka ndodhur ky fillim, kush është shkaku i këtij fillimi. Pika 32. Ky fillim mund të shpjegohet vetëm në bazë të 4 mundësive. Universi, pra e para, universi ka ardhur në ekzistencë nga asgjëja. E dyta, universi ka krijuar vetveten. E treta, universi është krijuar nga një shkak tjetër i krijuar gjithashtu, pra që dhe ai ka fillim. Dhe katërta, universi është krijuar nga një shkak tjetër i pakrijuar, pra që universi ka fillim kurse shkaku që e ka sjellë universin në ekzistencë nuk ka fillim, por ka ekzistuar gjithmonë. Pika 33. Le ti analizojmë me radhë. E para, me termin asgjë, nënkupton mungesën e universit, përderisa vërtetuam në argumentin e mëparshëm fillimin e universit. Pra mungesën e universit të quajmë asgjë. Rrjedhimisht edhe mungesën e tij para këtij fillimi. Pika 34. Nga asgjëja nuk del asgjë, rrjedhimisht themi që universi nuk mund të ketë ardhur në ekzistencë nga asgjëja. Pra këtë pohimin që nga asgjëja nuk del asgjë, këtë e verifikojmë me gjithë përvojën e gjithë qenies njerëzore që nga fillimi i saj dhe deri më sot. Pra askush s'ka parë ndonjëherë që nga asgjëja të dali ndonjë gjë. Më pas, pika 34. Më falni, pika 35. Matematicienët mund ta ilustrojnë këtë me një shembull, ku mund thonë 0 plus 0 plus 0 bara 0. Dhe asnjëherë nuk del përfundimi në një numër tjetër. Pra sado 0 të shtosh, gjithmonë del 0 në fund. Pra sado asgjë ti shtosh asgjës, ajo ngelet gjithmonë asgjë, nuk bëhet ndonjëherë ndonjë gjë. Pika 36. Për sa i përket së dytës, duhet që universi të ketë ekzistuar paraprakisht që të bëjë veprimin e krijimit të vetvetes, por në këtë rast i bie që të ketë ekzistuar dhe mos ekzistuar në të njëjtën kohë, që është absurde. Dhe të njëjtin arsyetim, domethënë, edhe ne kemi zbërthyer tek video shpjeguese për bazat e fesë.
Pika 37. Rrjedhimisht themi që edhe kjo është e pamundur dhe mund të ilustrohet kollaj me një shembull. Pra imagjino të thuhet që mamaja e dikujt ka lindur veten e saj. A mundet që mamaja e dikujt të lindi veten e saj? Normalisht që nuk mundet sepse nuk ka ekzistuar fare, kështu që s'ka se si të bëj as veprimin e lindjes. Më pas, pika 38. Për sa i përket së tretës, themi që nuk është e mundur për shkak të regresit të pafundëm. Pika 39, për shembull, nëse themi që universi 1 ka ardhur si rezultati i universit 2 dhe 2-shi si rezultati i 3-shit e kështu me radhë, ne do të kishim një pafundësi universish që krijojnë njëri tjetrin. I bie që universi ynë nuk do të ekzistonte kurrë. Pika 40, rrjedhimisht e vetmja mundësi e arsyeshme ngelet që universi të jetë krijuar nga një shkak që ka ekzistuar gjithmonë. Pika 41, këtë ide e mbështesin edhe një pjesë e filozofëve, duke thënë se nëse diçka ekziston dhe ka fillim, atëherë asaj patjetër i paraprind diçka që ekziston dhe s'ka fillim, pra ose universi ose Zoti duhet të jetë pa fillim. Dhe për këtë duhet të bien dakord teistët dhe ateistët, pra ata që besojnë ekzistencën e Zotit dhe ata që nuk e besojnë. Këtë e kemi ilustruar dhe me një shembull tjetër tek shpjegimi i bazave të fesë, ku kemi thënë që është sikur dikush, dhe këtë shembull faktikisht nga vet Hamza e kemi dëgjuar, pra merit e tij është edhe shembulli që nuk u përmend te ky debat, por që e kemi përmendur në të video më hollësishme. Shembulli thotë që ti mund të kërkosh për shembull 2 javë leje nga puna ku ti punon, dhe shkon tek shefi jot i zyrës, dhe shefi shkon tek shefi vet, dhe shefi vet shkon tek shefi i vet. Dhe nëse do të kishte një pafundësi shefësh, atëherë asnjëherë nuk do të merrje përgjigje. Në analogji me këtë, nëse do të kishte një pafundësi universish që krijojnë njëri tjetrin, universi ynë nuk do të ishte krijuar ndonjëherë dhe nuk do të ishim duke diskutuar tani në lidhje me çështjet ekzistenciale të jetës. Fakti që ne jemi këtu dhe jemi duke diskutuar për këto gjëra tregon që duhet të ketë me patjetër një shkak të parë, të pa krijuar, të pa fillimt, që ka nisur çdo gjë. Ky është arsyetimi i Hamzës dhe mbi bazën e mundësive ka treguar që ka 4 mundësi, i ka analizuar të gjitha, i ka skualifikuar 3 të parët dhe automatikisht me logjik dhe me deduksion mbetet që vetëm mundësia e fundit është e vërtetë, pra që një Zot i pa krijuar dhe i pa fillimt, pra i përjetshëm, ka ekzistuar gjithnjë, e ka krijuar universin. Ky është i vetmi shpjegim i arsyeshëm faktikisht për ekzistencën e universit. Dhe këtë gjë njerëzimi e ka pasditur historikisht, porse virusi i ateizmit është përhapur në kohët e fundit, dhe kjo ka të bëjë me shkaqe politike dhe me projekte të errëta për njerëzimin, të cilat ne i kemi cituar më herët dhe të cilat burojnë nga sekti sionist. Pra çdo e keqe e madhe e konsiderueshme e botës dhe e mirë organizuar buron nga sekti sionist, të cilët në vetvete janë njerëz që kanë fe, nuk janë ateist, por ateizmin e përdorin si një mjet për të luftuar fetë e tjera. Sepse ata nuk përhapin dot adhurimin e shejtanit, siç e adhurojnë vetë. Pra nuk i thon dot njerëzve bëuni skllëvër të shejtanit, se përndryshe nuk i pranon askujsh, madje i luftojnë direkt. Por si thon njerëzve bëuni ateist, domethënë refuzoni çdo lloj feje që ekziston. Në rastin e Europës i kanë thënë lëreni krishtërimin, në rastin e botës islame i kanë thënë lëreni islamin. Në Europë në këtë aspekt kanë pasur më shumë sukses se sa në botën islame, por aktualisht në vitet e fundit dhe sidomos që nga tufani Aksa e tutje, njerëzit gradualisht po i kthehen traditës, madje edhe në Europë edhe në Amerikë po i kthehen gjithmonë më shumë dhe kjo po bën që fuqia e sionistëve të jetë në rënje. Paktën për ata që përpiqen ta kuptojnë realitetin sa më mirë. Më pas, pika 42, duke përdorur logjikën, arrim në përfundimin që ky krijuesi i universit duhet të jetë i përjetshëm, pra pa fillim dhe pa fund, nga vetë përkufizimi. Pika 43, po ashtu ai duhet të jetë diçka e ndarë prej universit, nuk duhet të jetë e njëjta gjë me universin.
pika numër 44 dhe kjo hedh poshtë këndvështrimin e sufistëve të çdo lloji feje, qoftë sufistëve musliman që besojnë që Zoti është i shkrirë me krijesat, po qoftë edhe sufistëve xifut apo nëse ka dhe dek të tjera. Dhe pika 44 thot, po ashtu ky veprim i krijimit është tregues i një zgjedhjeje që krijuesi ka bërë, dhe kjo zgjedhje është treguesi i një dëshire, dhe kjo dëshirë është treguesi i jetës dhe personalitetit. Pika 45, pra që kemi të bëjmë me dikë që është i gjallë dhe jo dikë që është i pajetë. Është një Zot që është i gjallë. Pika 45, pavarësisht se jeta e tij nuk është si jeta e krijesave, siç e theksojmë ne në këndvështrimin islam. Po ashtu duhet të jetë i plot fuqishëm dhe i gjithdijshëm, sepse ka krijuar gjithçka dhe drejton gjithçka me ligjet që ka vendosur. Të gjitha cilësitë e përsosura të Allahut faktikisht kuptohen në mënyrë logjike që duhet të jenë të tilla. Nuk mund të besosh që ka një Zot që ekziston dhe ka krijuar gjithë univers me gjithë këtë perfeksion që ka universi brenda në mënyrën e krijimit, dhe pastaj të thuash që Zoti ca gjëra i di, ca gjëra si di, apo ca gjëra është i aftë i bëj, ca gjëra s'është i aftë i bëj. Apo ca gjëra i shikon, ca gjëra si shikon, ca gjëra i dëgjon, ca gjëra si dëgjon, pra kjo do të ishte një lloj budalliku, mund ta quajmë, nëse personi do të kishte këtë lloj këndvështrimi. Dhe do të ishte një ofendim për Zotin që t'i atribuosh atij mangësi në cilësitë e veta. Pika 46. Po ashtu duhet të jetë i vetëm, sepse përndryshe kalon sërish në absurditet. Pra po të kishte më shumë se sa një krijues për të njëjtin univers, atëherë i bie që ata detyrimisht do të përplaseshin me njëri tjetrin, sepse janë të gjithë të përsosur, e meritojnë të gjithë të jenë më i larti, po ndërkohë nuk mund të jenë të gjithë në të njëjtën kohë, kështu që do të përplaseshin, kështu që do të shkatërrojë universi dhe s'do të kishte as ekzistencë, jo, po as rregull dhe ekuilibër siç ne e shohim që ka. Pika 47. Po ashtu edhe kur flasim për konceptin e asgjës, kuptimi filozofik i fjalës ndryshon nga ai fizik i saj, siç dëshmon edhe vetë profesor Krauss, por edhe shkencëtar të tjerë, që edhe vetë vakumi në vetvete është diçka, pra është një realitet fizik dhe nuk mund të konsiderohet dot si asgjë, pra si asgjë e mirëfillt. Pika 48, fjala ime, më pas paraqet një arsyetim filozofik të cilin nuk e kuptoj. Pra, arsyetimin filozofik e përmend Hamza, vllai jon, dhe e kam dëgjuar me vëmendje disa herë këtë arsyetim, por nuk kam arritur dot ta kuptoj, duke qenë se nuk kam arritur dot ta kuptoj, atëherë dhe nuk e kam sjell atë si pjesë të përmbledhjes. Kjo tregon që mund të ketë disa gjëra brenda trajtimit të materialeve specifike, siç është rasti i këtij dialogu, që kërkojnë domethënë një nivel të lartë aftësish, jo vetëm në përkthim, por edhe në njohjen e fesë, por edhe në njohjen e shkencës deri diku, por edhe në njohjen e filozofisë, por edhe në aspektin gjuhësor, se filozofia ka termat e veta që nuk janë të zakonshëm për një gjuhë të thjeshtë anglishtje të përditshme, po themi. Për këtë arsye është normale që mund të ketë edhe gjëra të cilat nuk i kuptojmë dot apo nuk i njohim dot, por në këtë rast as nuk duhet të themi që ato s'ekzistojnë, pra po e përmendim në dialog që është një fragment të cilin nuk e kemi përmbledhur dot, por në të njëjtën kohë as nuk duhet të pretendojmë se mund ta përmbledhim duke mos e kuptuar ndërkohë se çfarë ka pasur për qëllim të thojë personi që e ka thënë fjalën realisht, sepse përndryshe i hyjmë në hak. Më pas, njëkohësisht nuk pretendojmë që po bëjmë një punë perfekte, dikush tjetër që mund të vinë në të ardhmen mbas nesh mund ta përsosi dhe ta përmirësoj akoma më shumë punën që ne jemi duke bërë, por të paktën kemi hedhur një hap që shpresojmë të jetë në të mirë. Pra në të mirë të dijes, qoftë fetare, qoftë të përgjithshme. Pika 49. Më pas, lidhur me argumentin e dytë, Kurani ofron një sfidë për çdo që pretendon se ai nuk ka origjinë hyjnore, dhe kjo konsiston në prodhimin e një diçkaje të ngjashme me të. Dhe ne që kemi lexuar Kuranin e dimë që kjo lloj sfide paraqitet shumë herë në Kuran, kundrejt mosbesimtarëve idhujtar, por edhe kundrejt çdo kujt që është analog me ta, që mund të pretendojë që Kurani është i shpikur nga njerëzit,
dhe kjo lloj sfide është një lloj testimi për ta vërtetuar pretendimin e çdo kujt. Pika 50. Po ashtu ka edhe argumente historike, sociologjike dhe shumë kundërpërgjigje logjike për tema të ndryshme, por po mjaftohemi me këto dy lloj argumentash. Pika 51. Koncepti i paimitueshmërisë së ligjërimit në gjuhën arabe që është përdorur në Kur'an është ajo që muslimanët e konsiderojnë si mrekulli. Pika 52. Përkufizimi perëndimor i fjalës mrekulli, pra diçka që e tejkalon ligjin e zakonshëm natyror, është diçka me të cilën ne nuk bijem dakord. Pika 53. Jo, sepse ne njohim një mënyrë të caktuar të ndodhjes së gjërave, ndërkohë që diçka mund të dalë jashtë kësaj mënyre të zakonshme që ne njohim. Por ndërkohë mund të jetë brenda, si thua, brenda ligjeve të natyrës, po thjesht nuk e njohim ne ligjin mjaftueshëm. Pika 54. Ndërkohë dietarët musliman kanë dhënë një përkufizim tjetër për fjalën mrekulli, bazuar mbi ligjërimin kuranor, i cili është një tejkalim i mundësisë së shpjegimit të një ngjarjeje ose dukurie me shkaqe dhe shpjegime natyrore. Pra kjo i jep fjalës një fuqi akoma më të madhe. Pika 55. Ky përkufizim mund të aplikohet mbi ligjërimin kuranor, pra ky i dyti, i pari po dhe ky i dyti në veçanti, sepse ai e tejkalon çdo lloj forme tjetër ligjërimi në arabisht që ka qenë i njohur në atë kohë, ose që vazhdon të jetë i njohur edhe sot nga ligjërimet njerëzore. Pika 56. Pra kur i marrim në konsiderat gjithë shkronjat e arabishtes, po ashtu edhe të gjitha fjalët dhe shprehjet e saj, nuk arrim dot në asnjë rast të prodhojmë një ligjërim të ngjashëm me Kuranin, gjë të cilën e kanë provuar shumë herë shumë njerëz dhe kanë dështuar. Pika 57. Këto janë dy argumente deduktive dhe që ato të rrëzohen, duhet të rrëzohen aksiomat mbi të cilat ngrihen këto arsyetime dhe shpresojmë që profesor Kraus do t'i adresoj këto pika. Kjo fjali që ka thënë Hamza në fund të prezantimit vet të temës është shumë e rëndësishme sepse mbi këtë bazohet ajo se kush e ka fituar debatin në të vërtetë. Asnjëherë nuk bien dakord njerëzit që mbesin me mendim të ndryshëm deri në fund që e ka fituar njëri debatin, por njëri pretendon për veten e vet e kam fituar unë, kurse tjetri pretendon për veten e vet jo e kam fituar unë. Mirë po publiku e ka një lloj mënyre për ta dalluar dhe kjo mënyrë është ajo që u përmend te kjo pikë. Më pas, pika 58, fjala ime. Në çdo debat që kam hasur midis ndonjë muslimani dhe jo muslimani për vërtetësinë e fesë, po ashtu që kam zhvilluar vet, rasti tipik është që ai që debaton me ne ja anashkalon ato argumenta tonat, të cilave nuk di t'i kthej përgjigje dhe kalon në tema të tjera. Por kjo është një lloj humbje e debatit, ndonëse e papranuar nga ana e debatuesit, nga mendjemallësia zakonisht ose nga shkaqe të tjera, ndërsa kur tek ai sinqeriteti është prezent në momentin e debatit, hesht në lidhje me atë që nuk e di dhe fillon të reflektoj, pavarësisht nëse më pas arrin apo jo deri aty sa ta pranoj Islamin. Gjë që nuk parandodh në moment, por të dyja rastet janë treguesi fitores son në debat që është e përhershme. Pra kjo është për të kuptuar që kush e ka fituar debatin, sepse nëse nuk e kupton këtë, atëherë nuk të bëhen gjërat të qarta. Por kur ti e shikon që vazhdimisht dikush është i drejt për drejt në mënyrën e argumentimit, dhe dikush tjetër i shmanget vazhdimisht argumentave të kundërshtarit dhe fillon të diskutojë për tema të tjera që nuk kanë lidhje me ato argumenta, a nuk e rrëzon argumentin e kundërshtarit, nuk përpiqet ta rrëzoj, po thjesht e anashkalon, kjo është një tregues që ky person nuk është i aftë të rrëzojë argumentat e debatuesit. Sepse po të ishte i aftë, normalisht kuptohet që dëshirën e ka për t'i realizuar, për t'i rrëzuar, atëherë detyrimisht do përpiqet t'i rrëzonte. Më pas, pika 59, sërish fjala ime, sado i ditur dhe eloquent të jetë debatuesi me ne, nuk arrin dot ta vërtetoj rrugën që ndjek dhe beson, sepse asnjë dietar apo shkencëtar nuk hedh dot poshtë me argumenta një të vërtet objektive të qartë, thjesht ngre dyshime. A kjo është si të thuash kështu që
kemi të bëjmë me një fëmijë të vogël të fillores, i cili e ka mësuar që 2 + 2 bën 4. Dhe i del atij përballë në debat një matematicien i madh që është doktoruar në matematikë dhe është marrë gjithë jetën me matematikë. Dhe i thot, o djalosh, 2 + 2 nuk bëjnë 4, po bëjnë 5 për shembull. I thot ky i vogli, i cili mund të jetë i sigurt 100% tek ajo që ka mësuar, i thot jo, 2 + 2 bën 4. Ky tjetri thot jo, 2 + 2 bën 5. Dhe i thot që prit ta shpjegoj unë se pse bëjnë 5. Supozojmë që i vogli e dëgjon me vëmendje deri në fund, edhe pse ky mund të flasë me orë të tëra. Mund të mbushi dhe një tabel me ekuacione dhe në fund thoj ja, bëri 5. Pra mund të ngatroj mendjen me llafe që ai që nuk ka njohuri nuk i kupton. Mirë, po kjo nuk do të thotë që ai e ka vërtetuar pretendimin e vet, por kjo do të thotë që ai thjesht ka ngritur dyshime. Edhe pse këto dyshime mund të jenë qesharake, por ka ngritur dyshime dhe asnjëherë nuk ka mundësinë që ta vërtetoj. Kurse djali i vogël, dhe pse nuk është shkencëtar dhe as dietar, mund t'i thoj shumë thjesht, o zotri, kemi këto mollët këtu. Sa janë? 1, 2 moll. Kemi edhe këto dardhat këtu. Sa janë? 1, 2 i numërojmë. Tani 2 + 2 i bashkojmë gjitha këto dhe i numërojmë 1, 2, 3, 4. U vërtetua që 2 + 2 bën 4. Pra, argumenti i dikujt që mund të jetë shumë i vogël në dituri dhe mund të ketë shumë pak njohuri, për aq kohë sa është argument bindës i prerë dhe i drejtë për drejtë, e mposht në debat çdo që të ketë përballë vetes dhe sikur të jetë shkencëtar gjenial dhe sikur të jetë dietar gjigant. Pra asnjëherë nuk mundet dikush ta vërtetojë diçka të pavërtet, por mundet vetëm të ngrejë dyshime rreth saj. Dhe nëpërmjet dyshimeve vazhdon ta mbajë gjallë diskutimin dhe vazhdon të gjejë vetes rrugdalje për të mos ta pranuar një të vërtetë që nuk dëshiron ta pranojë, por se kjo nuk e bën atë që të jetë fitimtar i debatit. Fitimtari i debatit është ai që është i qartë, i drejtë për drejtë dhe i saktë. Për këtë arsye themi që e vërteta në lidhje me ekzistencën e botës, pra këto pyetje ekzistenciale që ne bëjmë, është Islami. Dhe Islami është i vërtetueshëm me argumenta të qarta, të thjeshta dhe të drejtë për drejta, siç e kemi shpjeguar më herët. Dhe po të na jepet rasti të diskutojmë dhe të debatojmë edhe me intelektualë të feve të tjera, inshallah këtë gjë do ta sqarojmë akoma më mirë në të ardhmen. Megjithatë kemi paraqitur arsyetimin dhe këta që ne po përkthejmë kanë paraqitur arsyetimin shumë qartë, kështu që dhe sikur ai që ne kemi përballë të jetë më i ditur se ne, prap nuk mundet dot të na hedhë poshtë këtë që ne po themi. Sepse kjo është objektive dhe është shumë e qartë dhe drejtë për drejtë. Por ai mund thjesht të thojë gjëra që edhe ne sado të ditur të jemi të mos ta kuptojmë dot se çfarë po thotë. Për shembull, dikush mund të jetë shumë i thelluar në filozofi dhe filozofia ka një fjalor shumë të pasur, të cilin ai që nuk e ka studiuar atë gjuhë nuk e kupton. Thjesht dëgjon fjalë transcendencë edhe gjëra të tjera të kësaj natyre që thotë, po çfarë është kjo? Çfarë po thotë ky personi? Po flet gjëra që duken shumë interesante, duken shumë të këndshme, por nuk e di për shembull se çfarë është duke thënë ai saktësisht. Kjo nuk do të thotë që ai po e fiton diskutimin. Përkundrazi, atij duhet thënë që zotri të lutem fol me një fjalor që e kuptojnë dhe njerëzit e thjeshtë. Sepse kur bëhet një diskutim, qëllimi është që të dyja palët ta kuptojnë njëra tjetrën, jo mos ta kuptojnë. Nëse ti flet me fjalë që tjetri si kupton, atëherë do të thotë që thjesht po tregohesh mendje madh. Do të thotë thjesht po bën interesantin, që të tërheqësh vëmendjen e njerëzve, por nuk është se po fiton pikë, nuk është se po fiton vlera. Ashtu dim dhe ne të flasim me gjuhë që personi përballë nesh nuk i kupton. Për shembull, ai që është filozof i madh dhe flet me gjuhën e filozofisë, ndoshta nuk e kupton arabishtën, ne mund të flasim arabisht. Dhe ai mos ta kuptoj dhe ai të flasë gjuhën e vet, ne të flasim gjuhën tonë dhe asnjë gjë nuk nxirret në dritë. Por ne duhet të flasim me gjuhën që e kuptojnë të gjithë. Sa më e thjeshtë jetë e mundur, sa më e qartë jetë e mundur, sa më e bukur jetë e mundur dhe sa më e drejtë për drejtë jetë e mundur, në mënyrë që e vërteta të sqarohet dhe jo të maskohet. Pra kjo është ajo që kemi për qëllim të themi me këtë lloj pikash, dhe kjo është një histori që përsëritet në çdo diskutim që ne bëjmë vazhdimisht. Qoftë me njerëz që janë misionar të trajnuar shumë pak në sekte të ndryshme, për shembull që predikojnë një fe, qoftë edhe njerëz që merren me shkencë apo me filozofi dhe pretendojnë se kanë një nivel të lartë në njohuri që dhe mund ta kenë, por prapse prap nuk arrin dot që ta vërtetojnë
që diçka tjetër përveç Islamit është e vërteta. Dhe është e nevojshme që populli shqiptar të familiarizohet me këto diskutime, sepse këto janë diskutime që ta hapin mendjen gjithmonë më shumë. Më pas, pika 60, dikush pretendon që Shakespeare është unik dhe nëse quajmë ligjërimin kuranor unik, duhet të quajmë edhe veprat e tij mrekulli, pra veprat e Shakespearit. Pika 61. Kundërpërgjigje ndaj një pretendimi të tillë është që Shakespeare nuk është unik nga aspekti i strukturës gjuhësore të ligjërimit në veprat e tij. Përkundrazi, është i krahasueshëm edhe me shumë autorë të tjerë të kohës, ose të mëhershëm ose të mëvonshëm. Pika 62. Mund të bijem dakord ta quajmë unik nga bukuria e përmbajtjes dhe melodiciteti të ligjërimit, pra që tingëllon mirë dhe është e bukur për tu dëgjuar ose për tu lexuar. Por jo nga aspekti i strukturës gjuhësore të ligjërimit, kështu që nuk ka analogji midis tij dhe midis ligjërimit kuranor. Pra ajo që ne quajmë mrekulli tek Kurani është tjetër nga ajo që mund të quajnë mrekulli njerëzit tek Shakespeare. Pika 63. Dikush mund të thotë që këtë se vërtetojmë dot pa ditur arabisht. Dhe është normale që dikush ta nxjerrë këtë pretendim. Pika 64. Faktikisht në epistemologji, që është ajo degë e filozofisë që merret me mënyrën e përfitimit të diturisë në përgjithësi, rezulton që dëshmia është një mënyrë e vlefshme për marrjen e disa lloj diturish. Pra kjo është një fushë tjetër që është ndihmëse në diskutimin që po kryejmë, madje mund të themi që ka edhe një rol deri diku bazik, sepse pa epistemologji ti nuk mundet të zhvillosh dot një debat të shëndetshëm. Pika 65, në rastin konkret, autoritetet më të larta të fushës, pra njohës të gjuhës, njohës të arabishtes, letërsisë arabe, poezisë arabe e tjerë, e dëshmojnë pa imitueshmërinë e Kuranit, ndaj edhe pa njohur asnjë shkronjë nga arabishtja, mund të mbështetemi te një argument i tillë. Pra dëshmitë janë me vlerë atëherë kur janë të vlefshme. Kur dëshmia i plotson kriteret për të qenë e pranueshme, atëherë normalisht ato mund të përdoren në marrjen e diturisë rreth diçkaje. Pika 66. Ekzistojnë 4 mundësi për shpjegimin e origjinës së Kuranit. Sidoqoftë, unë personalisht në diskutimin me jo muslimanët mbi vërtetësinë ose jo vërtetësinë e Islamit, në çdo rast përdor vetëm argumentet logjike, sepse ato i kemi plotësisht të përbashkëta me njëri tjetrin, kurse tek dëshmit mund të kemi mospajtim. Atë që mund ta quaj unë dëshmi të vlefshme, mund mos ta quaj debatuesi dëshmi të vlefshme dhe anasjelltas. Për këtë arsye, kur qëndrojmë tek argumentet logjike, qëndrojmë në baza që i kemi të përbashkëta. Megjithatë, nuk është gabim kjo që po vepron Hamza, qoftë në këtë çështje ose në tema të tjera, siç përmendi argumentat sociologjike, historike etj. Edhe shkencore, që mund të përdoren dhe ato në diskutim. Më pas thotë ekzistojnë 4 mundësi për shpjegimin e origjinës së Kuranit, ose është nga një arab, ose nga një jo arab, ose nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra lavdërimi i Allahut qoftë me të dhe paqja, ose nga Zoti. 4 alternativa duhet të analizohen tek e tek dhe të skualifikohen ato që janë të pasakta. Nuk ka mundësi të tjera për te këtyre, ashtu siç nuk ishte tek argumenti më parshëm. Pika 67. Për sa i përket së parës, arabët më të mirë në gjuhë kanë dështuar në këtë testim. Pika 68. Për sa i përket së dytës, jo arabët s'kan mundësi ta bëjnë sepse as nuk njohin arabishten. Pika 69. Për sa i përket së tretës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është vetë arab dhe as nuk e ka pretenduar ndonjëherë autorsinë, por s'ka pasur as dëshirën e as mundësinë për ta bërë. Pra për ta prodhuar një Kur'an të tillë. Madje po të thoshim që e ka prodhuar profeti sallallahu alaihi wasallam Kur'anin, atëherë do të thotë që ai pas ka qenë një qenie e mbi natyrshme, që ka arritur domethënë të njohë gjëra nga e ardhmja që njerëzit e tjerë nuk mund t'i dinin, që ka gjykuar me një lloj drejtësie që mendjet e tjera nuk e arrinin dot,
apo që ka ndriçuar njerëzit me një rrugë që e përsos dhe individin edhe shtetin, apo të gjitha gjërat e tjera ku Kurani te i kalon aftësinë njerëzore. I bie që ta adhuronin pastaj profetin sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që faktikisht ai po ta kishte prodhuar vet, do të ishte interesuar që të thoshte që jam unë autor, në mënyrë që të merrte meritat e asaj që faktikisht i ka si merita, i ka si virtyte, i ka si gjëra të lavdërueshme. Por se dhe po ta bënte një gjë të tillë, nuk do të mund të merrej dot në konsiderat, sepse kjo shkon përtej aftësisë njerëzore. Më pas, pika 70, rrjedhimisht vetëm mundësia e fundit ngelet e saktë, pra që Kurani ka origjinë hyjnore. Pika 71 e mbaron prezantimin e temës dhe i kalon fjala profesorit. Pika 72. Drejtuesi i debatit e prezanton si një kozmolog i njohur, popularizues i shkencës, profesor themelues në shkollën e eksplorimit toksor dhe hapësinor, drejtues i projektit të origjinës në Universitetin Shtetëror të Arizonës, Arizona është një prej shteteve të Amerikës, i konsideruar si një intelektual i rrallë publik, autor i më shumë se 300 kërkimeve shkencore, 9 librave të botuar, duke përfshirë bestsellerin ndërkombëtar Fizika e Star Trekut. Bestseller do të thotë që është kampion në shitje, është shitur jashtë mase. Dhe libri Universi nga asgjëja, pra The Universe from Nothing, i përkthyer në 17 gjuhë ose më shumë. Pika 73, fjala ime, kur mund në debat një intelektual të këtij kalibri, pra që ka këto gjërat që u përmendën më sipër, fiton pikë personi edhe thjesht nëpërmjet kësaj gjëje nga aspekti i nivelit të tij të njohurive dhe kulturës, pavarësisht backgroundit që gëzon. Pra, të mundësh një person që është poshtë në dituri, nuk është si të mundësh një person që është mesatar në dituri, dhe as si të mundësh një person që është shumë lart në dituri apo në përvojë apo në kontribut. Pika 74. Pavarësisht se ne jemi të bindur që intelektualët musliman kur debatojnë në lidhje me këto çështje, nuk e bëjnë këtë gjë për të fituar pikë vetë, dhe pse i fitojnë ato pikë tek ne, por e bëjnë këtë gjë për të udhëzuar njerëzit e tjerë, pra për të shpëtuar njerëzit nga xhenemi dhe për t'i çuar ata drejt lumturisë së përjetshme në xhenet. Dhe kështu duhet veprojmë të gjithë. Dhe lutem Allahun na e mundsoj. Pika 74. Profesor Krauss e fillon prezantimin e vet duke falenderuar gjithë personat që e kanë pritur për trajtimin e mirë. Pika 75, pastaj thotë që kjo nuk do të thotë që ai respekton edhe idetë e tyre dhe shton që disa ide janë qesharake. Pika 76, pastaj shprehet që konsiderimi si qesharake i disa ideve është ajo që sjell zhvillim. Pika 77, edhe nëse dikush thot ofendon idetë e mia, kjo çon në një diskutim. Pika 78, ndryshe është kur dikush më ofendon personalisht, ose të drejtat e mia të barabarta me të tjerët, pra që ja shkel të drejtat. Pika 79, pastaj thot që ka dëgjuar edhe ligjëratat të mëparshme të Hamzës dhe priste diçka të re, por s'kishte asgjë të re. Pika 80 thot që nga aspekti shkencor ajo që ai prezantoi është pa kuptim dhe do ta shpjegoj pse. Pika 81 më pas thot që edhe vetë tema e debatit është titulluar gabim, pra Islami apo ateizmi, sepse duket sikur Islami është diçka e veçantë, ndërkohë që s'është. Pika 82, në fakt është një nga mira fe që ekzistojnë në botë dhe që të gjitha pretendojnë njohuri hyjnore dhe unicitet, pra që çdo fe thot për veten e vet që kjo jona është unike. Pika 83. Ndërkohë ateizmi është trajtuar si një sistem besimi, ndërkohë që nuk është i tillë. Faktikisht ateizmi ka shumë elementë që kanë të bëjnë me besimin, sepse të tillë e kanë ndërtuar sionistët që të funksionojë si një sistem besimi, por ata që janë vetë ateist mund t'i dinë këto gjëra dhe mund edhe mos t'i dinë. Një njeri që është i vëmendshëm në zbërthimin e realitetit, në studimin e tij, e dallon që ai realisht është bërë për të qenë besim dhe është bërë që nëpërmjet këtij besimi të sulmojnë gjitha besimet e tjera.
por jo çdo kush e ka studiuar realitetin thellësisht dhe normalisht që mund të nxjerrë një pretendim si pretendimi që po dëgjojmë. Më pas, pika 84, shprehet se debatet janë të mira sepse nxisin kërkimin dhe shtimin e njohurive, por ai dëshiron të përfshihet edhe pak proces edukimi gjithashtu. Pika 85, pastaj thotë që ideja e argumenteve deduktive është e gabuar, sepse kur njeriu ka tendencë të përpiqet të përshtasë realitetin me gjërat që ai beson, dhe kjo e çon në veprime jo të arsyeshme. Pika 86, për këtë arsye provat empirike e mundin argumentin deduktiv. Pra mund të ketë shumë gjëra tek pikat që ne po lexojmë nga përmbledhja e fjalimit të personit që është kundërshtar me ne në ide, të cilat mund të kemi mundësi për shembull që t'i kthejmë përgjigje, ndonjëherë mund t'ia kthejmë përgjigje nga ana jonë dhe ndonjëherë do të mjaftohemi me atë përgjigje që ka dhënë përfaqësuesi në debat për të mos e zgjatur videon përtej mase. Sepse këto lloj videosh vetvetiu do të dalin gjata. Ky debat është 2 orë e 11 minuta në YouTube, ndërkohë që edhe përmbledhja e tij mund të dalë po aq ose ndoshta mund të dalë edhe çik më pak ose çik më shumë. Kështu që normalisht do të jetë një video goxha e gjatë. Por këto videot e gjata inshallah gradualisht edhe do t'i ndajmë në pjesë më të vogla në mënyrë që të përthithet dobia e tyre në të gjitha format, dhe si e plot dhe si e pjesshme. Më pas thot pika 87, thot gjithashtu se duhet të lexojmë, të mësojmë, të eksplorojmë gjëra të reja dhe të mos merremi me gjëra të vjetra si librat hyjnor. Pika 88, fjala ime provokon her pas here kur gjen hapësirë, ndonse i del huq. Pra ajo që kam konstatuar gjatë këtij diskutimi është që profesori, pavarësisht nivelit të tij të lartë intelektual, tregon një nivel shumë të ulët edukate në diskutime dhe në komunikim. Dhe për këtë gjë na vjen keq, sepse ne presim që kur një person ka një nivel të lartë dijesh, atëherë në edukat do të jetë akoma më lart se sa në dijen që ka. Dhe do ta reflektojë atë dije, domethënë edhe pa folur shumë, thjesht nëpërmjet edukatës së tij, modestisë së tij, mirësjelljes së tij, virtyteve të tij etj. Por se këtë gjë te disa e shikojmë, te disa nuk e shikojmë, sepse faktikisht dhe debatuesit, të çfarëdo lloj feje apo ideologjie që të jenë, janë zakonisht 2 llojesh. Disa janë të sjellshëm, disa janë të pasjellshëm, ose mund t'i quajmë disa janë miqësor, disa janë armiqësor. Dhe ata që janë të sjellshëm e meritojnë që atyre t'i dedikosh akoma më shumë vëmendje dhe të merresh akoma më shumë me ta për t'u udhëzuar ata, për ta kuptuar gabimin që kanë dhe për ta përmirësuar atë. Kurse tek ata të tjerët, ndonjëherë ka nevojë edhe që t'i kthesh një kundërpërgjigje të ashpër që e rrëzon për tokë argumentin e tij dhe e tregon se sa i pavlerë që është dhe se sa qesharak ose negativ që është ai lloj argumenti, në mënyrë që të rrëzohet edhe mendjemasia dhe arroganca e këtyre personave. Megjithatë, unë jam i mendimit që edhe kjo gjë nuk duhet të vijë në mënyrë të menjëhershme, përkundrazi ne duhet të bëjmë durim dhe duhet të tolerojmë për një farë kohe përpara se të arrihet te kjo gjë vetëm atëherë kur është e nevojshme. Më pas, pika 89, ndërsa të shtojmë edhe një gjë te kjo pika 88, personat të tillë që kanë dëshirë të provokojnë shumë, kur gjejnë dikë që është shumë tolerant, deri diku provokimi i tyre, si të thuash, duket se kur vete në vend, duket se kur funksionon, për aq kohë sa vazhdon toleranca. Por në të njëjtën kohë atëherë kur dikush nuk është tolerant, por nuk ka aftësinë për t'u kundërpërgjigjur provokimit, edhe në atë rast domethënë duket se kur provokimi ka funksionuar. Por kur bëhet fjalë për një përplasje ndërmjet 2 niveleve të ngjashme, në njohuri domethënë dhe në përgatitje, siç është rasti konkret, provokimet gjithmonë dalin huq. Sepse domethënë më shumë humb pik personi duke provokuar sesa fiton pik, sepse çdo provokim merr kundërpërgjigjen përkatëse ashtu siç e meriton. Dhe kjo tregon që muslimanët duhet të trajnohen, duhet të stërviten për diskutime të tilla dhe për situata të tilla, ndonse nuk janë situata që thua të këndshme nga ky aspekt. Pika 89. Pretendon se disa lloje
pafundësisht ekzistojnë në realitetin fizik dhe disa mund të ekzistojnë. Pra nuk ekzistojnë, por mund të ekzistojnë. Pika 90 pretendon se filozofët e vjetër në pohimet e tyre nuk duhet të gëzojnë vëmendje, sepse kanë pasur nivel të ulët njohurish në krahasim me shkencëtarët e mëvonshëm. Edhe kjo në vetvete është një lloj mendjemasie, sepse pavarësisht nivelit të ulët, tek ata mund të ketë gjëra që janë të dobishme dhe janë për t'u marrë, ashtu siç mund të ketë edhe gjëra që janë për t'u lënë. Pika 91. Po ashtu edhe i drejtohet Hamzës me fjalën ignorant për shkak të një njohurie në fushën e matematikës në temën e serive të cilën ai nuk e njihte. Pra ti mund të dish 1000 gjëra apo 10000 gjëra, ai të gjen një gjë që ti s'e di dhe të thot ignorant. Mirë po, kur ti e thua për veten tënde këtë lloj termi për të treguar që ka dituria është shumë e madhe, është një oqean i gjerë dhe normalisht ne dim pak prej gjithë asaj që është për tu ditur, kjo është diçka normale dhe është pjesë e modestisë, kurse kur të thot tjetri për qëllim ofendimi, atëherë kjo është diçka që si rregull nuk duhet të ekzistojë në asnjë diskutim. Sidomos në për diskutime akademike, siç supozohet të jetë ky që po trajtojmë. Më pas, pika 92. Po ashtu krahason mospasjen e universit të më shumë se një shkaku që e ka sjellë në ekzistencë me pasjen e disa gjërave në këtë botë, disa shkaqe të ekzistencës së tyre, ndërkohë që faktikisht këto dy gjëra nuk kanë analogji me njëra tjetrën. Po të kishin analogji, atëherë do vlerin që të përmendeshin si argument, por nuk kanë. Sepse një gjë si gjërat e kësaj bote, që është një pjesë lënde, që ka një formë të caktuar, për shembull një send, është ndryshe nga universi në tërësi. Dhe ndryshe është prodhimi i një diçkaje nga shkaqe të ndryshme, dhe ndryshe është krijimi i një diçkaje nga asgjëja. Pra nuk ka ngjashmëri fare ndërmjet këtyre dy gjërave që krahason profesori për ata që janë të vëmendshëm. Më pas, pika 93. Përpiqet gjithashtu të përdori terma dhe shembuj që shumica e publikut i ka të vështira për të kuptuar. Pra mund të themi që është i aftë për të anëshkaluar pa aftësinë e tij për t'i kthyer përgjigje argumenteve. Pika 94. Por kjo nuk e bën që të jetë i justifikuar në ditën e gjykimit. Këtë duhet ta theksojmë, sepse çdo kush që në këtë botë i vjen e vërteta dhe ai e refuzon dhe nxjerr rrugdalje të shpikura në këtë lloj forme për veten e tij nga debati për të mos ta pranuar të vërtetën, në ditën e gjykimit do të ndëshkohet për këtë lloj gjëje, edhe pse në këtë botë është i lirë, nuk e detyron njeriu që ta pranojë me zor diçka që nuk dëshiron dhe pse është e vërtetë. Pika 94. Më pas pranon që universi ka fillim, por bazuar mbi matje që pretendon se shkencëtarët kanë kryer dhe jo mbi deduksion, dhe thot se para këtij momenti koha mbase s'ka ekzistuar dhe atëherë s'ka kuptim koncepti i shkaqeve. Pika 95. Pastaj thot që duket qesharake të mendosh që Zoti krijoi universin para 4 deri në 5 miliard vjetësh, gjë që ne faktikisht nuk e besojmë. Pastaj pas 2 miliard vjetësh krijoi njeriu Homo sapiens, që sërish ne nuk e besojmë, i cili jetonte në kushte shumë të vështira, pastaj pa pritur në një moment të caktuar në shkretëtir, në një shpellë ku askush nuk mund ta shikonte, i foli dikujt dhe i tregoi shpëtimin për gjithë njerëzimin, dhe ka për qëllim profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që sërish ne nuk e besojmë në këtë lloj forme. Pra ai po flet për një lloj këndvështrimi imagjinar që ne nuk është këndvështrimi jon, dhe po rrëzon atë këndvështrim imagjinar që ka krijuar. Ndërkohë që faktikisht duhet të njohë në fillim këndvështrimin tonë dhe pastaj të përpiqet ta rrëzojë atë. Ne besojmë që feja islame ka qenë prezente që tek njeriu i parë, tek Ademi alayhis salam. Dhe ka pasur një listë të gjatë profetësh para profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk është i pari që ka sjellë islamin, por i fundit që ka pasur shpallje dhe që e ka ripërtërir fen tek njerëzit. Dhe ne nuk besojmë që toka është aq e vjetër, dhe as që njerëzimi është aq i vjetër, dhe as që universi është aq i vjetër. Këto janë thjesht prallat shkencore që kanë nxjerrë sionizmi për të luftuar fet, dhe ndërkohë profesori nuk adreson fare mënyrën tonë, sepse nuk e njeh mënyrën tonë të besuarit të gjërave. Pika 96. Pastaj, kush nuk e beson këtë, do të torturohet pafundësisht në ferr, dhe
çfarë të themi për ata breza njerëzish që jetuan para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë po shtoj unë, domethënë, përshëndetjen për profetin ton. Por, sërish këtu arsyetimi vazhdon bazuar mbi konceptin e gabuar që ai ka për fenë islame. Sepse po të kesh konceptin e saktë, përgjigjja është vetë brenda pyetjes, që nuk ka kuptim domethënë që të thuash që ato breza do të dënohen në xhenem, sepse faktikisht ka pas profetë të tjerë përpara dhe kanë pasur këtë besojnë. Pika 97. Një grua thot në vendin tim pati shpallje nga Zoti me shumë qetësi dhe harmoni, që duhet i vriste 4 fëmijët e saj dhe tani është në një spital psikiatrik për arsye të forta. Pra, shiko se si përpiqet ai që ti krahasoj gjërat që nuk janë të krahasueshme me njëra tjetrën. Pika 98. Më pas fillon të provokoj me gjëra që kanë lidhje me sheriatin, për shkak të mos informimit të publikut zakonisht lidhur me hollësitë e kësaj teme. Pra, njerëzit nuk e njohin sheriatin dhe zakonisht janë të keq informuar mbi sheriatin, sepse aq sa mund të njohin ata rreth sheriatit, ja ka prezantuar ajo media e cila është armike e sheriatit dhe që ja prezanton sipas mënyrës së vet, me plot gënjeshtra, shtrëmbërime, hile, manipulime edhe të gjitha format e dashakeqësisë. Dhe ai bazohet pikërisht në këtë lloj burimi, ndërkohë që është një njerëz me nivel akademik të lartë. Dhe njerëzit me nivel akademik të lartë dhe pa qenë musliman, detyrimisht duhet ta shikojnë tek burimet e duhura, njohurinë rreth islamit dhe jo te çfarëdo lloj burimi. Pika 99. Pra nuk mund t'ja mësojmë ne këto gjëra profesorit sepse supozohet që ti di. Pika 99 e pyet ndër të tjera që nëse ai do të ishte një burr homoseksual dhe do të kryente marrëdhënie intime me një burr tjetër homoseksual, a do të ishte meritor për t'u ndëshkuar për këtë? Ndërkohë këtë pyetje bën gjatë kohës që ishte duke folur vetë, pra e kthen në dialog dhe çrregullohet pak formati i debatit. Pika 100. Hamza, mbas disa rasteve ku tentoi ta ruante formatin e debatit dhe të mos ndërhynte në prezantimin e temës, ju përgjigj se nëse kjo do të ndodhte në shtëpi privatisht, nuk do të ishte e përfshirë në ndonjë ndëshkim sheriatik, ndërsa nëse do të ndodhte publikisht, atëherë ndryshon historia, por kjo nuk ndodh as në vendlindjen e profesorit. Pra as në Amerikë që të gjithë e dinë që është vend i degeneruar dhe këtu nuk kemi për qëllim të ofendojmë popullin amerikan, këtu kemi për qëllim të ofendojmë sionistët të cilët kanë stimuluar çdo të keqe në atë vend, por edhe në vendet tona, jo vetëm atje, nuk është se kjo vlen vetëm për Amerikën, dhe që kanë arritur që disa degenerime t'i shfaqin dhe publikisht. Dhe kanë arritur që disa gjëra të këqija t'i prezantojnë se kur janë të mira dhe t'u ambushin mendjen njerëzve që janë të mira. Ndonse ka një numër të konsiderueshëm njerëzish dhe në rritje, qoftë në Europë, qoftë në Amerikë, në vendin tonë akoma më shumë shpresoj, që i refuzojnë këtë lloj gjërash tashme, këtë lloj dukurish, edhe pse e dinë që degenerimi është shumë prezent në vendin e tyre. Kështu që kur unë përmend këtë fjali që Amerika është vend i degeneruar, kam për qëllim këtë gjë, se mund të lozi dikush me këtë video dhe është e pritshme që mund të lozin, sepse shkëputet ky lloj fragmenti, nxirret nga konteksti dhe paraqitet sikur është për qëllim ofendimi i çfarëdo lloj popullit të botës, jo vetëm ai amerikan. Absolutisht nuk është për qëllim ajo, por është qëllim kjo që shpjeguam. Më pas, pika 101, akuzojnë njëri tjetrin për ashpërsi dhe mungesë mirësjelljeje. Dhe faktikisht profesori i ka të dyja këto cilësi që mund ta konsiderojë çdo kush, edhe qoftë asnjanës në diskutim, ndërsa Hamza i ka vetëm si kundërpërgjigje ndaj kësaj mosmirësjellje. Pika 102. E mbyll prezantimin dhe i kalon fjala Hamzas për replik. Pika 103. E fillon kundërpërgjigjen duke thënë që profesori tentoi të kapej me gjëra të cilat as nuk u pretenduan nga ana e Hamzas. Pika 104. Konkretisht ai e shprehu vetë që në fillim që niveli i tij i njohurive në fushën e shkencës është më i ulët se ai i profesorit, ndërsa profesori u soll sikur Hamza po pretendonte nivel shumë të lartë njohurish dhe sikur e bazoi mënyrën e vet të argumentimit në shkencë. Pika 105. Kjo dukuri mund të emërtohet si mod
krausiane. Këtë e thot Hamza domethënë për kundërpërgjigje. Pika 106. Kur ti dëshiron të zhvillosh një dialog të sjellshëm me dikë që mendon ndryshe nga ty, duhet ta dëgjosh dhe ta pyesësh për mënyrën e tij të argumentimit të gjërave, ndërkohë që kur flitet për Islamin, profesor Kraus, në vend që të sillet si një person akademik, flet si Fox News. Dhe këtu jemi 100% dakord. Pika 107. Gjithashtu ne nuk e refuzojmë argumentin induktiv, madje edhe kjo ka ardhur prej Islamit. Argumenti induktiv ka të bëjë me shqisat, gjëra që vrojtohen, që vëzhgohen, që eksperimentohen dhe që nxirren përfundime prej këtyre. Por ato janë gjithmonë të pjesshme, sepse ti s'ke mundësi të vrojtosh gjithë universin, për shembull, dhe të japësh një gjykim absolut. Pika 108. Profesori ndërhyn dhe thotë që ka ardhur nga bota arabe, por s'ka lidhje me Islamin. Pra përpiqet të heqë Islamit çfarëdo lloj merite ose çfarëdo lloj uniciteti. Pika 109. Hamza përgjigjet se Islami është ai që e ka stimuluar dhe ka vënë në lëvizje këtë mënyrë të argumentuarit të shkencëtarëve dhe filozofëve si Ibn Haytham dhe të tjerë, dhe citon surën Ghashiyah, ku Allahu thotë: "Efala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat." A nuk e shikojnë ata se si janë krijuar dhe vetë? Pra ajete të kësaj natyre që ka plot në Kur'an me shumicë dhe në hadithe po ashtu, janë stimuluese të kërkimit, të vëzhgimit, të meditimit dhe të futjes së logjikës në punë dhe të përparimit në njohuri, në çfarëdo lloj njohurie që është e dobishme, në atë fetare në radhë të parë dhe në njohuritë e tjera po ashtu. Kështu që ajo që e ka vënë në lëvizje, domethënë numrin e shkencëtarëve arab që përmend profesori është pikërisht feja islame, në kundërshtim me atë që ai pretendon. Pika 110. Po ashtu, një çështje që duhej adresuar ishte çështja e pafundësisë nga aspekti sasior, gjë të cilën e aprovon mos ekzistencën e saj profesori në librin e tij, por tenton të arrëzoj argumentin tim, thot Hamza, gjatë debatit me shembuj të gabuar si çështja e rrethit. Sepse profesori përmendi që nëse ne kemi një rreth dhe kemi një rreze përkatëse për këtë rreth ose një diametër, atëherë sa është të themi rrezja e rrethit, apo sa është diametri i rrethit, apo sa është perimetri i rrethit, apo sa është sipërfaqja e rrethit, në të gjitha këto rastet na hyn në lojë një numër i cili në matematik quhet numri pi. Dhe zakonisht rrumbullakoset me vlerën 3.14, por faktikisht është numër i emërtuar i pafundëm, sepse si numër domethënë vazhdon me shifra deri në pafundësi. Po edhe Hamza, edhe ne pranojmë që në matematikë ekziston koncepti i pafundësisë. Ekzistojnë dhe numrat e pafundëm, por nuk ekziston në realitet. Dhe ajo rrezja, dhe ai rrethi dhe të gjitha gjërat e tjera në realitet janë të matshme dhe nuk janë të pafundshme në kuptimin sasior. Mund të jenë të pafundme në kuptimin cilësor, apo nuk dim si ta emërtojmë domethënë këtë lloj koncepti, por jo në kuptimin sasior, sepse i bie që ajo rrezë e rrethit, apo ai diametër, apo ai perimetër, apo ajo sipërfaqe, të mos jenë të matshme ndonjëherë, nëse ato s'kan fund. Më pas, pika 111. Po ashtu thot, ju i keq prezantua disa koncepte si puna e ferrit dhe drejtësisë rreth Islamit, që sërish është Fox News dhe sërish bjem dakord, për shkak të paditurisë, por në këtë rast do të kishte qenë më ndershme të thonit, ju lutem më shpjegoni pak këndvështrimin e Islamit rreth kësaj çështje dhe më pas vazhdonte diskutimi. Pra kjo është ajo që duhet të bëjë muslimani kur nuk e di diçka. Nuk duhet të hedhë poshtë diçka nga këndvështrimi i tjetrit, ndërkohë që se njeh këndvështrimin e tjetrit. Kjo është gabim dhe është gjuna në fenë islame. Por ja që të tjerët e bëjnë këtë gjë me ne rëndom. Pika 112. Po ashtu edhe me konceptet e tjera që kundërshton, tregon një mungesë njohurish rreth Islamit. Dhe mund të themi me plot gojën që profesori është i paditur rreth Islamit. Domethënë di disa gjëra shumë minimale, shumë gjëra i di gabim, dhe ndërkohë pretendon se mund të japi opinion dhe rreth këtyre gjërave për të cilat nuk ka informacion të mjaftueshëm.
Pika 113. Për shembull, kur flet për homoseksualitetin, anashkalon faktin që nuk konsiderohet gjuna në vetvete tendenca që mund të ketë një person i caktuar për të pasur dobësi ose joshje ndaj një gjëje të ndaluar fetarisht, por si pjesë e testimit në këtë botë, i është dhënë edhe logjika dhe mundësia për ta kontrolluar dhe për t'i dhënë formën e duhur tendencave të karakterit. Faktikisht, kjo mund të ilustrohet shumë bukur tek fjala e një vllai musliman nga Italia, i cili ka mbajtur disa ligjërata shumë interesante dhe në një prej tyre inshallah do ta sillim edhe në shqip, ku flet për homoseksualitetin dhe thotë që nuk e paragjykojmë një person që mund të ketë prirje ose dëshirë për të kryer homoseksualitet, për të kryer këtë lloj gjunaut të tmerrshëm. Sepse ajo është një gjë që vjen prej shejtanit, vjen prej nefsit dhe është testim në vetvete. Po kjo s'do thotë që duhet ta bësh, vetëm pse ke dëshirë për ta bërë. Dhe ai ilustron dhe thotë, unë jam beqar, thotë, dhe nuk jam homoseksual, jam heteroseksual, dhe mund të ndodhi që të shikoj një femër në rrugë, mund të jetë top modele, mund të jetë shumë e pashme, dhe mundet që mua të më vit dëshira, thotë, për të bërë imoralitet me të. Mirë, po kjo s'do të thotë që unë duhet të bëj imoralitet, sepse unë e kontrolloj veten. Dhe nëse edhe mundësinë që unë të ngacmoj dikë apo dikush të më ngacmoj mua dhe unë t'i përgjigjem, në të dyja rastet mund ta kontrolloj vetveten sepse më është dhënë logjika. Na e ka dhënë logjikën Allahu. Dhe Allahu na e ka treguar se kush është e mira dhe kush është e keqja, ndërkohë që dhe me logjikë arrin të kuptohet diçka e kësaj natyre, diçka kaq e madhe siç është imoraliteti. Për këtë arsye, ashtu siç unë përmbaj veten nga dëshira kundrejt femrave, ashtu përmbaj veten edhe ti që e ke dëshirën kundrejt atij që s'duhet ta kesh. Kështu që në këtë aspekt vetë pasja e dëshirës nuk konsiderohet gjuna në vetvete. Gjuna konsiderohet veprimi. Dhe kjo tregon që nuk duhet të kritikohet një person për dëshirat që ka, por për veprimet që bën, sepse dëshirat mund të luftohen. Dhe njeriu duhet të luftojë me veten e tij në çdo gjë që e nxit atë për keq. Për këtë arsye profeti sallallahu alejhi dhe sellem tregon në hadithin e njohur që lufta më e mirë është lufta me vetveten. Kush fiton luftën me vetveten, luftrat e tjera ka më të kollajshme për t'i fituar. Kjo është më e madhe nga të gjitha, për këtë arsye lavdërohet nëpër hadithe me një lavdërim më të madh se llojet e tjera të luftrave. Ka njeriu dhe luftë me shejtanin. Ka njeriu edhe luftë me armikun. Por se lufta me vetveten është kryesorja, sepse kjo e bën atë që të bëhet një njeri i mirë, ndërkohë që mund të bëhet edhe njeri i keq. Më pas, në pika 114, po kërkoj me këmbgulje, thot Hamza, të gjej në një pikë ku më keni dhënë ndonjë kundër argument, por faktikisht e kam të vështirë, por faktikisht do të vështirë se gjendet në një. Dhe edhe unë këtë përvojë kam pasur në përgjithësi në diskutime të tilla, që kërkoj, domethënë, se ku mund të ketë kthyer në një kundërpërgjigje dialoguesi gjatë kohës që ka folur, por zakonisht nuk kanë ndonjë kundërpërgjigje të drejtpërdrejtë. Po të ketë ato mund të adresohen menjëherë. Pika 115. Shumica e gjërave që unë përmenda nuk janë adresuar fare. Pika 116 dhe ne si vëzhgues të debatit e konfirmojmë që nuk janë adresuar. Thot, kjo është sikur të vinë në shtëpinë time dhe unë t'ju flas ballë për ballë, ndërsa ju të më ktheni shpinën dhe të flisni me dritaren. Faktikisht është shembull i shkëlqyer. Ose mund të themi që unë të pyes për moll dhe ti më përgjigjesh për dardha. Ose mund të themi që unë po flas anglisht kurse ti flet italisht, pra që nuk ka një pikë të përbashkët, sepse i shmangesh të përbashkët se nuk i kthen dot përgjigje. Më pas, pika 117. Po ashtu duhet të shtoj që keni folur këtu para publikut, duke dhënë mend dhe duke u treguar edhe arrogant në disa momente, duke dhënë gjykime për ligjin e sheriatit, ndërkohë që as nuk keni lexuar në një libër rreth ligjit të sheriatit, kurse unë të paktën kam lexuar diçka mbi ateizmin para se ta gjykoj atë publikisht. Pika 118. Ndërhyn profesori jashtë radhe duke pretenduar që bën pyetje për të mësuar, pra s'ka nevojë të lexojë se s'bën një libër rreth sheriatit sipas tij, dhe se ka të domosdoshëm studimin në mënyrë më të thelluar dhe risjell në vëmendje çështjen e homoseksualizmit. Ai ndërhyn pa pushim, të shkëput fjalën pa pushim dhe kërkon t'i kthesh përgjigje me këmbgulje.
Pika 119. Përgjigjet Hamza duke e pyetur pse e konsideron incestin si të gabuar. Pika 120. Përgjigjet profesori se s'ka tregues real që ai është i gabuar. Dhe këtu normalisht publiku reagon. Pika 121. Publiku brohoret kundër tij. Sepse zakonisht në perëndim edhe këta që kanë këndvështrimi që homoseksualizmi nuk ka gjë, po dhe bashkëjetesa nuk ka gjë, po dhe imoraliteti për një moshë të caktuar nuk ka gjë, zakonisht janë kundër incestit. Kurse ky domethënë as kundër incestit nuk del qartazi. Ndonse e kupton që i ka të gjithë kundër dhe sikur ka pak ndrojtje për ta shprehur këtë gjë. Por e vërteta është që shumë prej veprimeve dhe fjalëve të profesorit janë të kritikueshme gjatë gjithë debatit. Dhe për mua personalisht ai nuk është njeri që meriton një farë respekti, sepse unë edhe njohuri gjigande të kesh, edhe aftësi gjigande të kesh në një fushë, në qoftë se nuk ke moralin, edukatën, sjelljen, dashamirësinë, pra këto virtytet bazë që duhet të ketë çdo njeri çfarë lloj feje dhe ideologjie ti përkasi, për mua zhvlerësohen të tjerat, shumëzojnë me zero të tjerat. Mendimi im në këtë gjë nuk përputhet me Hamzën, Hamza i shpreh atij respekt, por unë personalisht nuk e vlerësoj fare. Dhe në diskutim për mua ky person është prej atyre të cilët janë, domethënë, jo vetëm shumë dobët, por edhe shumë të pasjellshëm në diskutim. Pra bën pjesë të kategoritë të këqija të debatuesve. Më pas, ndërkohë ne duhet të përpiqemi që të jemi sa më të mirë edukuar dhe sa më të fortë në debat. Pika 122. Vazhdon profesori duke thënë që incesti ndikon në çrregullime gjenetike të fëmijët, ndërsa po të përdoren masa mbrojtëse gjatë marrëdhënieve, nuk ka pengesë logjike pse një vëlla dhe një motër, nëse dashurojnë njëri tjetrin, të ndalohen nga kjo gjë edhe pse nuk e rekomandon. Fjalën nuk e rekomandon e përmend thjesht sepse e di që është tabu dhe në vendin e tij. Pika 123. Hamza thotë që pikërisht këtë donte të nxirrte në pa. Pra që nuk ka me argumenta shkencore, nuk ka gjë të keqe as te kjo, dhe pse në përgjithësi këtë e konsiderojnë gjë të keqe shumica e njerëzve në vendin ku ai është, pra ka presion social në raport me këtë gjë. Ndërkohë që argumenta logjik ka dhe argumenta fetar ka, edhe për ndalimin e imoralitetit në përgjithësi dhe për ndalimin e imoralitetit në kuadrin e homoseksualitetit dhe për ndalimin e imoralitetit brenda familjes. Të gjitha këto gjëra domethënë kanë argument dhe logjik dhe fetar, por argument shkencor nuk kanë, te kjo biem dakord. Për këtë arsye nuk na mjafton shkenca për të shpjeguar çdo gjë në realitet, na mjafton vetëm për të shpjeguar disa gjëra në realitet. Më pas, pika 124, një ateist që bazohet vetëm në prova empirike për gjërat, pra që ka kaluar në shkencizëm, nuk ka se si të jap gjykime për gjëra morale të feve përveç se me subjektivitet. Shkencizëm quhet kur dikush pretendon që nëpërmjet shkencës mund të shpjegojë çdo gjë. Dhe ky është një lloj ekstremi, dhe pse zakonisht ne jemi mësuar që muslimanët etiketohen si ekstremist, pikërisht nga mediat sioniste dhe nga lloji i debatuesit në fjalë, por faktikisht shumë prej elementeve ekstreme ndodhen pikërisht tek ata dhe jo tek ne. Tek ne ndodhen elemente mesatare ndërmjet shumë ekstremeve të tjera. Dhe kjo ka lloj-lloj rastesh për ta ilustruar, por që nuk është vendi dhe koha për ta bërë. Më pas, pika 125. Shton se gjithë prezantimi i temës nga ana e profesorit ishte emocionale dhe rreth moralit, më shumë se sa logjik dhe argumentues, ndërkohë që në mungesë të besimit në Zot nuk ka ateisti ku ta bazojë gjykimin se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Pika 126. Presioni social skualifikohet, sepse ndikon edhe për keq shpeshherë, dhe e ilustron Hamza duke thënë shikoj Gjermaninë naziste, që për shkak të presionit social ka bërë krimet pa para, por dhe ajo ka pasur sionizmin në prapasken, këtë e theksoj unë nga ana ime. Evolucionizmi po ashtu, sepse e lidh çdo gjë me mbijetesën dhe riprodhimin. Pra nuk ka virtyte në evolucion, të gjithë janë kafsh, sipas këtij këndvështrimi, dhe kjo është një nga teoritë më djallëzore që është nxjerrë në qarkullin ndonjëherë për mendimin tim dhe për mendimin e të gjithë atyre që e kanë studiuar realitetin. Pika 127.
ekzistonte disa filozof ateist, koncepti që disa vlera morale thjesht janë të vërteta vetvetiu. Por në atë rast, çdo kush mund të pretendojë për atë që beson se ajo është një e vërtet vetvetiu. Pika 128 mbaron kundër përgjigje Hamzas dhe merr fjalën profesori. Po mund të themi dhe ne, Islami është i vërtet vetvetiu. I krishteri mund të thojë krishtërimi është i vërtet vetvetiu. Xhifuti mund të thojë jehudizmi është i vërtet vetvetiu. Pra në këtë lloj forme nuk ka diskutim fare sepse s'ka një bazë të përbashkët. Pra ne këtë dëshirojmë të vërtetojmë, ndërkohë këtë e trajtojmë si aksion. Pika 129 shprehet se duhet të zhvillohet biseda në formën e një diskutimi, pra me të ndërprerë njëri tjetrin. Pika 130 vazhdon duke thënë që dëgjojmë shumë të flitet për tolerancë, por nuk shikohet toleranca tek Islami kur flitet për blasfemikët, domethënë ata që e mohojnë fen, për homoseksualët e tjerë. Pika 131 thotë që duhet të jetë i lirë ta konsiderojë qesharake diçka dhe kjo gjë e ndriçon atë. Pika 132 pastaj thotë se Zoti që beson Islami, krishtërimi dhe judaizmi, që supozohet të jetë i njëjtë edhe për të gjitha fetë e tjera, është më i keq se Saddam Husseini, sepse Saddami të torturonte për gjithë jetën, kurse ai të torturon për gjithë përjetësinë, siç përmendet në Kur'an. Tu duhet të ndërhyjmë sërish që profesori thjesht përpiqet domethënë që si të sulmoj sa më shumë, por nuk përpiqet të argumentoj ose të rrëzoj argumentet e kundërshtarit. Dhe edhe brenda arsyetimit këtu ka tëmeta pafund, sepse koncepti i Zotit në Islam nuk është i njëjtë me konceptin e Zotit në fetë e tjera. Në secilën prej feve ka ndryshime me njëra tjetrën në mënyrën se si e përfytyrojnë Zotin. Po veçanërisht Islami ka një koncept që nuk e ka asnjë fe tjetër. Zoti nuk mund të përfytyrohet fare. Thjesht është i përsosur dhe është ashtu siç i takon madhështia e tij, është i plot në të gjitha cilësitë, por nuk mund të përfytyrohet dot. Nuk mund të krahasohet me asnjë gjë që ne njohim apo që ne mund të imagjinojmë. Dhe ndërkohë thotë që Saddam Husseini të torturon gjithë jetën, ndërkohë që faktikisht sionistët e vendit nga i cili ai vjen janë më të njohurit për tortura, që kanë rrëmbyer njerëz nëpër Afganistan, nëpër Irak, nëpër vende të tjera vazhdimisht edhe akoma vazhdojnë vende dhe i kanë torturuar nëpër burgje në Guantanamo apo në vende të tjera dhe kanë hyrë në histori për këtë gjë, madje kanë bërë eksperimente me njerëzit. Dhe të vinë tani të na japin këta neve mend për tortura, nuk di çfarë të them domethënë, për një njerëz që ja ka idenë e realitetit, ky është kulmi. Të pretendoj është pak a shumë si të pretendoj shejtani që është ëngjëll dhe që ëngjëjt janë shejtan, diçka e kësaj natyre i bie pak a shumë. Mirë po, kjo ngjelet në kontekstin e Fox Newsit që Hamza përmendi. Më pas, pika 133. Pastaj i jep një shembull sikur një njeri të ketë një koloni milingonash dhe të kërkojë prej tyre nënshtrim dhe ato të mos i nënshtrohen dhe të mos e besojnë, ai a duhet t'i shkatrojë? Pika 134. Pastaj vazhdon me një seri ofendimesh për Zotin, që nuk i kemi sjell sepse është e panevojshme që t'i sjellim. Është e panevojshme jo vetëm nga aspekti fetar islam, po edhe nga një aspekt i zakonshëm logjik për një person që mund mos ketë edhe asnjë farë feje. Pika 135. Pastaj vazhdon duke u tallur me disa leksione morale të gabuara nga Bibla, pra sepse ai pretendon që ajo që thuhet në Bibël është e njëjtë me atë që thuhet në Kur'an, edhe pse s'është në ato që ai ilustron. Ndonse Kur'ani hedh poshtë në formë të prerë ato gjëra. Për shembull, ai përmend rastin e historisë së Lutit alayhis salam ose Lotit që përmendet në Bibël, që sipas Biblës ka bërë imoralitet me vajzat e tij për të shtuar racën, domethënë për të shtuar popullin. Dhe ka qenë edhe i dehur, domethënë ato e kanë ndehur dhe pastaj kanë bërë imoralitet me të, kanë ngel shtatzan etj dhe kanë lënë fëmijë. Kjo historie nuk besohet nga muslimanët. Dhe nuk besohet nga asnjë njeri i logjikshëm që një profet që konsiderohet i zgjedhur i Zotit dhe njeriu më i mirë prej popullit të vet, të bëjë veprime të tilla. Përkundrazi, kjo është një tregues i dorës njerëzore që është futur brenda Biblës. Kjo duhet të refuzohet edhe nga vetë krishterët. Ndërkohë që, duhet bëhet një lloj filtrimi që çfarë është prej njerëzve në Bibël dhe çfarë është prej Zotit, në mënyrë që të pastrohet feja, si thua.
Por e vërteta është që Kurani e ka bërë këtë lloj filtrimi. Kurani vetvetiu e ka sjellë të vërtetën ashtu siç është dhe i ka pastruar shumë profet nga shpifjet që janë bërë kundrejt tyre. Po dhe në Bibël këtë lloj shpifje kanë bërë xifutët, sepse dhjatën e vjetër të krishterët e kanë marrë të gatshme nga xifutët. Dhe kur themi xifutët, pikërisht ato grupe xifute që janë dhënë mbas magjisë dhe mbas të keqes, ku bëjnë pjesë domethënë edhe sionistët sot. Ndonse këta mund ta kenë bërë xifut të vjetër, të cilët tashmë kanë ikur në ahiret. Më pas, pika 136, pastaj pretendon të mbajë një leksion shkence dhe pretendon se vetëm kërkimet shkencore mund t'u japin një ditë përgjigje pyetjeve ekzistenciale që njeriu ka. Kështu kemi besuar dhe ne dikur para se të pranonim Islamin, unë edhe njerëz të tjerë që njoh që e lexonin shkencën në atë kohë. Për fat të mirë, Allahu na ka shpëtuar prej kësaj errësire dhe lutim Allahun që të na e vazhdojë dhe të na e përforcojë udhëzimin deri në vdekje. Dhe po ashtu t'i udhëzojë edhe këta njerëz të humbur të cilët predikojnë këto lloj gjërash, por mendimallësia është një pengesë e madhe për udhëzimin. Dhe duhet që njeriu të përpiqet të përmirësojë pak vetveten që më pas edhe Allahu ta ndihmojë atë dhe ta çojë në drejtimin e duhur. Pika 137. Gjithashtu e konsideron besimin në ndonjë fe si dhënie përgjigje paraprake pa argument ndaj këtyre pyetjeve, vetëm pse personi ndihet mirë me përgjigjet, ndërkohë kjo nuk është e vërtetë për një pjesë dhe pse mund të jetë e vërtetë për pjesën tjetër, por në rastin e muslimanëve nuk është e vërtetë fare. Pika 138. Pastaj e përmbyll fjalën dhe i kalon radha hamzas. Pika 139. E fillon kundër përgjigjen duke sjellë në vëmendje sërish faktin që profesori nuk i adresoi fare argumentat e tij gjatë fjalimit. Pika 140, pra si ti thua, ore merru me këtë që po flasim, mos kalon në tema të tjera. T'ia përsërisësh gjithmonë dhe prap nuk ka rezultat. Pika 140, ndërhyn profesori duke marrë sërish goxha nga koha e kundërpërgjigjes, por sërish duke mos i adresuar gjërat. Pika 141. Këmbgul në heqjen e kuptimit të disa gjërave, si për shembull me konceptin e kohës para krijimit të universit, gjë që e çorienton edhe publikun dhe kalon nga tema në temë, por gjithmonë duke mos i ardhur argumenti drejt për drejt për ta rrëzuar. Pika 142. Hamza rikthehet vazhdimisht tek argumenti qendror dhe vën në dukje që mënyra të vepruarit të profesorit duke anashkaluar atë është mënyra më efikase për t'u shmangur pranimit të faktit që diçkaje nuk di t'i kthesh përgjigje. Pika 143. Më pas i kundërpërgjigjet profesorit për pretendimin e tij se ka shumë interpretime të gjërave në Islam, duke thënë se vetë Kurani, ashtu siç na jep tekstin udhëzues të gatshëm, gjithashtu na jep edhe mjetet me të cilat realizohet interpretimi i tij, por prap brenda vetë tekstit. Pra vetë Kurani na tregon mënyrën se si ne duhet ta kuptojmë atë. Dhe nuk lejohet për çdo kënd domethënë që ta kuptoj Kuranin sipas asaj që shikon vetë të arsyeshme. Pika 144. Pra interpretimi bazohet në rregulla dhe është i kufizuar, ndaj nuk mundet dot çdo kush të sjellë një interpretim të caktuar që bie ndesh me rregullat, sepse menjëherë refuzohet. Pika 145. Ndërhyn profesori duke pyetur se ku ndryshon kjo gjë nga krishtërimi. Pika 146, përgjigjet Hamza që Bibla nuk jep mjetet e mjaftueshme për interpretimin e vet, ndaj ndahen grupet e ndryshme në mendime në gjërat më bazike të doktrinës. Se është e kuptueshme që mund të ndahen në degët, por të ndahesh që te baza është diçka që nuk shkon. Ata ndahen që te koncepti për Zotin. Do të thënë a ishte Trinia e Shenjtë dhe a ishte Jezu Krishti, do të thënë vetë Zot, apo pjesërisht Zot, apo zbriti Zoti në tokë vet, apo zbriti biri i tij, ndonjëherë edhe ngatrohen këndvështrimet me njëra tjetrën, për këtë arsye themi që kjo gjë nuk ekziston te Kurani. Ndonse ekzistojnë gjëra dytësore apo tretësore të fesë, të cilat kanë hapësirë për interpretime të ndryshme dhe që nuk kritikohet asnjëra palë për mendimin që ka. Po kjo ndodh me ato tekste që nuk janë të drejtpërdrejta, ndërkohë që gjërat bazike normale që duhet jenë të drejtpërdrejta, sepse përndryshe i bie që u rrëzua komplet doktrina. Atëherë për çka ka ardhur feja nëse nuk ngre as bazën e doktrinës. Pika 147.
ndërhyn sërish duke ndërprerë folësin. Pika 148 i kërkon Hamza që të mund t'i marrin pikat me radhë dhe jo rrëmuj. Pika 149 e ndërpret sërish. Këto ndërprerjet janë të vazhdueshme gjatë gjithë debatit. Pika 150 e këshillon Hamza të përmirësohet si njeri, të adhuroj Zotin dhe të çliroj shpirtin e vet nga këto defekte. Kjo vjen edhe pak si fazë e acarimit, është një këshill e dhënë në një farë zemërimi e sipër. Mirë po prap duke pasur dashamirësi brenda. Pika 151 e pyet profesori se ku ndodhet shpirti në trup, me kuptimin që s'ka shpirt, ose nuk dim gjë për shpirtin. Pika 152 i përgjigjet se do ta marrë vesh kur të vdesë. Kjo është përgjigje e dhënë me inat, po është përgjigje e drejtë. Pra që në momentin që do ndroj jetë, do t'ja marrë në jetë shpirtin dhe atëherë do ta kuptoj komplet të vërtetën. Por kjo do të ishte fatkeqësi sepse atëherë s'ka më mundësi që ta korrigjoj gabimin. Dhe e mira do të ishte që ta kuptonte në jetën e kësaj bote para se të vijë ai moment. Pika 153. Aty publiku duart të ketë fuqishëm. Pika 154. Vazhdon Hamza me shpjegimin që njeriu pa dashje pa dashje lind si skllav në këtë botë dhe nuk zgjedh as vendin ku do të lindi, as gjinin, as pasurinë, as shëndetin, as familjen etj. Dhe e vetmja mënyrë për ta çliruar veten nga çfarëdo lloji skllavërie në dynja është skllavëria ndaj Allahut, pra të pranosh ti nështrohesh krijuesit. Pra adhurimi i tij dhe bindja ndaj tij. Dhe me këtë bijem 100% dakord. Në momentin që njeriu e kthen veten e tij në një skllav kundrejt krijuesit të vet, që krijuesi e meriton që të bëhesh skllav i tij, në atë moment ngrihet njeriu mbi të gjitha kategoritë e tjera të qenieve njerëzore. Madje në disa raste mund të tejkalojë edhe vlerën e angjëve në varësi të nivelit të nënshtrimit ndaj krijuesit me vullnetin e tij të lirë. Ndërsa njerëzit e tjerë të cilët e kundërshtojnë këtë lloj realiteti ose bëhen sklever të krijesave, ose të dëshirave të veta, ose të krijesës më të keqe, që është shejtani, Allahu na ruaj. Më pas, pika 155 ndërhyn profesori sërish duke ngacmuar muslimanët lidhur me diçka rreth mbulesës së grave. Po themi lidhur me diçka sepse nuk është kuptuar gjatë formulimit të fjalisë se çfarë tha me saktësi. Dhe faktikisht kur flasin shumë veta njëkohësisht është e vështirë të dallosh se çfarë ka thënë secili, për këtë arsye po e përmbledhim këtë pikë duke thënë që ka përmendur diçka, por nuk e dëgjova fjalën fjalë për fjalë që ta them se çfarë tha. Pika 156. Përgjigjet Hamza se nuk merr mend për gjykime morale nga dikush i cili konsideron të drejtë incestin. Kjo është gjithashtu një përgjigje shumë e fortë. Pika 157. Ndërhyn prapë dhe ngrihet nga karrigja, pra ky ishte momenti maksimal i acarimit të profesorit, por Hamza këmbgul që ta plotësoj kohën e vet, sepse ishte duke e ndërprer deri në atë moment. Pika 158. Durimi i tij në heshtje zgjat pak, sepse sërish ndërhyn duke thënë që tema e diskutimit nuk është mbi aspektet morale të islamit apo ateizmit. Pika 159 përgjigjet Hamza që atëherë pse duhet të shpenzonte profesori 25 minuta duke mbajtur leksione morale mbi atë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar dhe nuk adresoi asnjë nga argumentet e tij. Dhe kjo gjithashtu një kundërpërgjigje shumë e fortë. Pika 160. Po ashtu Hamza i referohet her pas here librit të profesorit, ndonjëherë edhe me citim përmendesh nga faqet e tij. Pika 161 profesori këmbgul për diçka që s'e ka thënë rreth pafundësisë. Pika 162 Hamza shfleton librin për ta gjetur. Pika 163 profesori thotë që edhe nëse e ka thënë ka qenë gabim. Pika 164 publiku brohoret sërish fuqishëm. Sepse ai po pretendonte me këmbgulje që s'është ashtu, nuk e kam thënë. Në momentin që hapi librin ai për ta parë, dyshoi që ndoshta e ka thënë dhe që ishte përgjigjur me siguri të gabuar. Për këtë arsye thotë po mirë, se mbase e kam thënë, po kam qenë gabim. Pra kjo nuk shkon në debat. Mos fol me siguri nëse si je i sigurt. Nuk është etike, domethënë që ti të flasësh me bindje, dhe atëherë kur ta teston atë pohimin tënd kundërshtarit, i thua, "Ok, se mbase nuk është ashtu." Pika 165. Rezulton që është cituar sakt. Dhe kjo u tregua edhe në video, domethënë formulimi fjalë për fjalë që ka përmendur autori i librit. Pika 166.
Më pas shprehet profesori se ka gabuar në shprehi, që ka pasur për qëllim një koncept të saktë dhe që duhet shikuar konteksti. Pas pika 167 përgjigjet Hamza që kur flitet për fizikën merret parasysh konteksti, kurse kur flitet për fen nuk merret parasysh konteksti. Pra të gjitha këto janë të meta në karakterin e profesorit dhe jo thjesht në përgatitjen e tij akademike. Pika 168. E përmbyll fjalën duke theksuar edhe një herë peshën e argumenteve deduktive dhe që ato të rrëzohen duhet të tregohet që aksiomat mbi të cilat bazohen janë të gabuara ose që logjika deduktive është e gabuar, gjë që profesori nuk e bëri me argumentet e kundërshtarit gjatë gjithë bisedës asnjëherë. Pika 169. Hapet seksioni dedikuar pyetjeve nga publiku. Pas pika 170 pyet një djalë profesorin që si shpjegohet që në librin e tij ai e emërton një kapitull Asgjëja është një gjë, pra nothing is something, ndërkohë që në debat pretendon të kundërtën, pastaj pyet që si shpjegohet që refuzon në debat argumente deduktive, ndërkohë që në librin e tij e përdor matematikën gjerësisht për të vërtetuar teori fizike, ndërkohë që vetë matematika përbëhet nga konceptet deduktive dhe jo nga prova empirike. Pra kjo është një kundërthënie e profesorit me veten e tij. Pika 171. Përgjigjet profesori që në fizik asgjëja përkufizohet si mungesa e diçkaje. Ndaj që të kuptohet se çfarë është asgjëja, duhet të kuptohet si fillim se çfarë është diçkaja, dhe kjo është për qëllim me titullin e kapitullit që u citua në pyetje. Kjo edhe mund të pranohet, domethënë si arsyetim, pavarësisht se ne se vërtetojmë dot se çka ka pasur ai për qëllim në të vërtetë. Pika 172. Më pas flet diçka të përgjithshme lidhur me matematikën dhe fizikën se si mundet që shumë modele matematikore kur testohen fizikisht të dalin të gabuara dhe kështu e shmang përgjigjen ndaj pyetjes së dytë. Pika 173. Më pas një djalë pyet Hamzan në lidhje me një ese që ka shkruar lidhur me Islamin dhe shkencën dhe mungesën e disa elementeve shkencore në Kur'an. Pika 174. Përgjigjet Hamza se Kurani nuk është libër shkencor dhe nuk ka për qëllim të japi hollësitë e njohurive shkencore, por vetëm të inkurajojë njeriun të kërkojë dituri të dobishme dhe t'i ofrojë në disa raste tregues se çfarë duhet të kërkojë konkretisht. Pra, nuk mund t'i thuash Kuranit pse s'ke folur për astronominë, pse s'ke folur për evolucionin, pse s'ke folur për biologjinë, pse s'ke folur për diçka tjetër. Sepse në vetvete nuk është libër shkencor që të pretendoj që po mbulon një fushë të shkencës. Pika 175. Më pas një djalë pyet profesorin se si shpjegohet që ai këmbgul me aq siguri që ateizmi është i drejtë dhe i arsyeshëm, ndërkohë që shkenca nuk e ka fare objekt studimi çështjen e gjërave të kësaj natyre, si për shembull ka apo s'ka Zot. Faktikisht, në filozofinë e shkencës, që është lëndë që duhet të mësohet para se ti hysh studimeve të thelluara shkencore në çfarëdo lloj fushë, aty mësohet që shkenca objekt studimi ka sin e gjërave dhe jo psen e gjërave. Pra, si ndodhin gjërat dhe jo pse ndodhin gjërat. Psen e gjërave ka për objekt studimi feja dhe jo shkenca, edhe filozofia deri diku. Kështu që të merret shkenca me këtë lloj gjërash tregon që mund të ketë një prapavi që nuk është shkencore në vetvete dhe faktikisht siç e kemi thënë, sionizmi dëshiron që shkencën ta përdori si mjet për të sulmuar fen, dhe pse shkenca nuk merret as me vërtetimin e fesë, as me rrëzimin e fesë, por merret thjesht me mënyrën se si funksionon universi. Pika 176. Përgjigjet profesori që nuk pretendon të di të vërtetën absolute mbi këtë gjë dhe konfirmon që shkenca nuk merret me këtë punë, por vetëm me mënyrën se si funksionon universi. Thjesht i duket më e arsyeshme ideja e ateizmit. Pika 177. Më pas një djalë e pyet Hamzan se përse nuk mbështetet tek argumentet shkencore për të vërtetuar Islamin dhe pse e pyet profesorin vetëm një herë gjithsej për të marrë një informacion shkencor gjatë gjithë diskutimit. Pika 178. Përgjigjet që mund ta pyesi kur të ulen për kafe për qef, pra nuk është moment mësimi, është moment debati. Pika 179.
Pastaj thot se argumentet shkencore nuk kanë fuqinë vërtetuese të argumenteve deduktive, dhe për këtë jemi dakord. Dhe ilustruam edhe më herët, domethënë arsyeën se pse është kështu. Pika 180 e ilustron këtë ide duke thënë që një argument shkencor ka fuqinë vërtetuese nga 0 deri në 99%, por ka gjithmonë një mundësi që të mos jetë i saktë, ndërsa arsyetimet deduktive, kur plotësohen kushtet e saktësisë, kanë një fuqi 100% vërtetuese të diçkaje. Për këtë arsye themi që ne nuk kemi asnjë dyshim tek Islami. Jemi 100% të bindur që Islami është e vërteta, sepse natyra argumentuese që na çon neve te ky besim është e tillë që nuk të lë vend për dyshime. Ndërsa mënyra e profesorit të lë gjithmonë vend për dyshime, edhe sikur të jetë me 1% të lartë sigurie. Pika 181. Më pas një djalë pyet Hamzan se ai konsideron arsyetimet shkencore dhe logjike dy gjëra të ndara. Pika 182. Përgjigjet Hamza se po, por se ka raste që mund të ndërthuren. Më pas pika 183. Më pas ndërhyn profesori për t'u tallur me deduksionin, duke e barazuar me hamendjen. Ky është një gabim fatal, domethënë në aspektin e epistemologjisë, porse profesori domethënë nuk e ruan këtë lloj norme që të jetë i kujdesshëm në disa pohime ekstreme që bën. Pika 184. E kundërshton Hamza duke i vënë në dukje që fusha e epistemologjisë e konsideron si një burim të vlefshëm për marrjen e njohurive, pra deduksionin. Pika 185 pastaj tallet sërish dhe mburr shkencizmin. Pika 186 përgjigjet Hamza që shkencizmi as që mund të vërtetohet shkencërisht si koncept. Po ashtu, në mënyrë të pavetëdijshme, shumica e njerëzve shumicën e diturisë që gëzojnë e kanë të fituar përmes dëshmive, dhe jo përmes vëzhgimeve dhe testimeve shkencore. Pika 187 tallet profesori edhe me këtë ide. Pika 188 e pyet Hamza që si mund ta dimë që Aristoteli ka ekzistuar. Pika 189 nuk thën përgjigje të qartë. Pika 190 përgjigjet vetë që mund të themi që na ka treguar Platoni. Pika 191 pastaj shton që vetë shkencëtarët bazohen në studimet e shkencëtarëve të tjerë për shumë gjëra gjatë punës së tyre dhe kjo është pjesë e dëshmive të vlefshme. Ndonjëherë mund të jetë të pavlefshme, por në përgjithësi domethënë është të vlefshme. Pika 192 kundërshton profesori duke thënë që ato testohen dhe nuk u besohet verbërisht. Pika 193 e pyet Hamza se a e ka testuar çdo studim lidhur me evolucionin, i cili ai e beson. Pika 194 përgjigjet që jo. Pika 195 e pyet nëse e beson këtë teori. Pika 196 përgjigjet që po. Pika 197 Hamza thotë që këtë do të nxirrte në dritë dhe kjo vlen për çdo gjë analoge. Pika 198 në këtë moment bëhen edhe qesharak, domethënë një pjesë e njerëzve kur kalojnë në disa ekstreme të caktuara pavarësisht nivelit të tyre të njohurive. Pika 198. Më pas një vajzë e pyet profesorin se nëse ai nuk pëlqen që t'i kufizohet liria kur bën gjëra që bien në kundërshtim me vlerat morale të fesë, përse duhet të përpiqet të detyrojë në disa raste të tjerët që mendojnë ndryshe t'i shtyjë të bëjnë gjëra që bien në kundërshtim me vlerat morale të fesë, duke qenë se kjo është ofenduese. Përgjigjet profesori se nuk dëshiron të bëj askënd të ndihet jo rehat, por nëse zgjedh të marrësh pjesë në një eveniment ku mund të jetë nevojshme të bëhen gjëra që bien në kundërshtim me vlerat morale të fesë, atëherë personi duhet largohet prej aty. Pika 200 kalohet te përmbyllja e diskutimit ku i pari e merr fjalën profesori. Pika 201 ai shpjegon se i ofendon gjithmonë edhe kolegët e vet shkencëtar dhe është i sigurt që ka ofenduar edhe njerëz gjatë këtij diskutimi. Pika 202 thot se e bën këtë sepse kjo sjell progres, duke stimuluar njeriu që të ndryshojë këndvështrimet e gabuara që mund të ketë për disa gjëra. Pika 203 po ashtu thot se nuk dëshiron të konvertojë askënd në asgjë. Pika 204 më pas merr fjalën Hamza dhe thot se argumentet e tij nuk u adresuan dhe ndoshta nuk do të adresohen deri në ditën e gjykimit. Nëse dikush nga jo muslimanët në debat do të adresonte këto argumenta, do të ishte i detyruar të ndalej
të reflektonte, të ribënte llogaritë dhe në fund fare të pranonte të vërtetën. Dhe kjo do të çonte në udhëzimin e tij. Kështu që po të adresojnë këto argumenta, çojnë në konvertimin në islam të personit që i analizon ato. Kurse ato ngelen pa u adresuar deri në ditën e gjykimit, do të thotë që personi nuk pendohet deri në vdekje ose të paktën nuk e bën këtë gjë publikisht. Pika 205 shton se pavarësisht mendimeve të ndryshme që mund të kemi, duhet të respektojmë njëri tjetrin dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin në gjëra të mira. Pika 206 dhe te kjo kuptohet që biem dakord, shton se këtë e mësojnë vazhdimisht që në kurset që zhvillojnë kundrejt nxënësve. Pra japin mësime duke inkurajuar këtë ide. Pika 207 shton se mund të ketë ofenduar ndoshta padashje profesorin ose dikë gjatë diskutimit dhe kërkon ndjes, pavarësisht se mund të ketë tingëlluar bukur si retorik. Pika 208, më pas mbyllet diskutimi, takohen debatuesit dhe mbaron programi. Dhe ne gjithashtu e mbyllim këtu videon e sotshme, duke shpresuar që do kemi mundësi të vazhdojmë me një seri të gjatë të videove të kësaj natyre. E lutim Allahun që të na fali për gabimet që bëjmë dhe të na përmirësojë aty ku kemi nevojë të përmirësohemi dhe të na pranojë veprat e mira dhe të na ndihmojë që të bëjmë sa më shumë dhe sa më cilësore të jetë e mundshme. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. أشرقت نفسي بنور من فؤادي